Përshëndetje të nderuar të shikues, mirë se erdhët në Jashtë Kontrollit. Jemi sërish së bashku çdo të hënë të martë, njëjtë dhe premte, ku fokus kemi aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë, rajon dhe gjeopolitik. Të hënave mbetemi tek aktualiteti politik në vend. Kam ftuar Denis Minga, gazetar pranë Report TV-s. Denis, kënaqësi që të kam. Faleminderit. Gjoj Malsia, gazetar pranë Top News-it. Gjoj, kënaqësi që të kam. Kënaqësi, faleminderit. Avokatin mikun e emisionit Leonard Karaj. Mirëmbrëmje. Me cilin do ta nis më një herë pas insertit. Insertin numër 1, regjia. Dhe që ti jemi shumë të qartë bashk, Belinda Balluku ma ka dorëzuar 3 herë dorëheqjen. I kam atje në dosje. 3 herë. Një herë kur ju ngrit akuza, herën e dytë kur ju bë pezullimi i parë dhe herën e tretë mbasi gjykata kushtetuese nuk mori vendim. Dhe të 3 herët jam unë që kam refuzuar dorëheqjen. Sepse dorëheqje nën presionin e një fuqie që ka dalë nga territori i vet dhe është futur në territorin e pavarësisë pushtetit ekzekutiv nuk ka. Dhe janë falenderues për faktin që nuk ka persistuar, po ka vazhduar ta marrë gjitha të balt mbi fytyrë, sepse unë nuk e pranoj dorëheqjen deri kur të plotësohen kushtet. Dhe se kur plotësohen kushtet nuk e përcakton dot as prokurori, as gjykatësi i seancës paraprake, as media dhe as gjyqi popullor. Punojësit e administratës nuk janë mish për top të askujt. Punojësit e administratës nuk janë shënjestra për të mbushur prokurorët CV-n e tyre që të paraqiten nesër si kandidat të ardhshëm për prokurorinë speciale. Është bërë e patolerueshme ajo që ndodh në prokuroritë e rrethave, me fletët e arresteve që shpërndahen si t'ishin ftesa për dasëm. Okej, juristët e quajnë boshllëk, unë them një problem që nuk duhet shfaqet më, ose duhet I shkoj më në mend askujt që me fuqinë e prokurorit edhe me verbërinë e gjykatësit që I shkojnë prokurorit nga mbrapa pa arsyetuar. Avokat, sot ka marrë rrugë ajo që kemi paralajmëruar shpesh në për emisionet tona që lidhet me ndryshimet në kodin e procedurës penale. Regjia duhet ta kemë foton edhe para shumë sugjerimet se çfarë do të ndodhë. Si e vlerëson në këtë moment nga pikpamja juridike, duhet të jetë edhe një foto tjetër regjia, se paka shumë kjo është ajo që do t'i prezantohet Kuvendit të Shqipërisë, kjo është paka shumë avokat ajo që do ndryshoj. Si e vlerëson këtë, çfarë do të thotë, dhe pastaj do të futemi edhe në debate tjera në raport me këtë. Atëherë, përpara se të flas diçka juridikisht, domethënë në atë zhanrin të cilën unë praktikisht mbroj, më lejo një fjali të vogël në politike në rastin konkret. Në raport me atë që sapo transmetove, mua më bën gajle që nuk ka as edhe një lloj ndryshimi në qoftë se I heq figurën dhe I le zërin, sigurisht në gjuhën përkatëse, dhe gjithkush me atë lloj leksiku do shikonte pas pasqyrës Lukashenkon, Putinin, Erdoganin, gjithfarë personazhe të këtij lloji, të cilët shtetin teorikisht të tyre e konsiderojnë demokraci, praktikisht është një diktaturë në kuptimin e mirëfillt të fjalës. Të njëjtën gjë ka bërë dhe zoti kryeministri në mbledhjen e fundit të Partisë Socialiste, me diskursin e tij politik, duke treguar domethënë që këtu unë nuk pyes fare më se çfarë mendoni juve, apo përtej sistemeve të drejtësisë apo të parlamentit, sepse në fund të ditës jam unë kryeministri I këtij vendi, jam unë ky është sultanati im, dhe unë do ta drejtoj siç dua unë ta drejtoj. Po e parafrazoj në mënyrë se si e lexoj unë. Tha një gjë tjetër që ka dhënë tha 3 herë zëvendës kryeministra dorëheqjen dhe unë nuk ja kam pranuar. Dhe 33 herë ta pranon, ta t'i ja jepte dorëheqjen,
Kjo është një çështje morale dhe politike. Nëse mua ky zoti kryeministër më të dëgjon një vend në Europë për te Lukashenkos, Erdoganit, Putinit, po i konsideroj Europë, këta të tre, ku të ndodhin që një person, zëvendës kryeminist apo ministër, të merret nën akuzë, madje e pandehur, dhe të mos shkarkohet apo mos dorëhiqet, dhe unë nuk gëzaj më për këtë pjesë. Nuk flas më realisht në çdo studio apo në çfarë lloji studi tjetër. Nuk ekziston në asnjë vend të Europës një gjë e tillë. Mos flasim për te botës. As pezullimi, thot kryeministri, nuk ka ndodhur pak në asnjë vend të Europës. Nuk ndodh pezullim në asnjë vend, nuk e kam atë. Atë s'ka problem, s'ka problem. Nuk ndodh pezullimi në asnjë vend të Europës, sepse nuk vjen asnjëherë te pezullimi çështja. Në momentin kur prokuroria nisi çështje hetimore, jo vendim e pandehur, po hetim direkt i jepet dorëheqja. Prandaj nuk ka standard moral, po thua. Po sigurisht, prandaj nuk ndodh kjo. Prandaj nuk ndodh kjo histori. Kjo është një histori tipike shqiptare, tipike e qeverisë rilindjes të drejtuar nga Edi Rama. Nuk ka të dytë, nuk arrini dot. Madje më bën ngale të besoj fort që as në Afrikë nuk e gjen këtë. Në vende me goxha potencial, në vende afrikane nuk e gjen këtë lloj standardi që ka vendosur ky zotëria. Tha, ma ka dhënë 3 herë dorëheqje, nuk i kam pranuar. E kam rithën dhe do ta ripërsëris. Belinda Balluku, teorikisht dhe praktikisht, është mburoja e fundit e Edi Ramës. Nuk është se ka probleme Belinda Balluku. Problemin e ka te vetja e vet. E di fort mirë që tek tuneli Llogaras Belinda Balluku vetëm ka erdhur firmën. Porosia në bazë të përgjimeve që kanë dalë nga celularat e Ervis Beberit ka qenë thelbësisht e Edi Ramës. Qoka që Edi Rama duan të t'i bënte Erdoganit për spitalin e Fierit. Ishte thelbësisht e një kjo gjë. Ishte gjë. Dhe mos më fut fare, duroj. Dhe është hera e parë që prokuroria Spaku ka filluar dhe po heton një procedurë. Është hera e parë, nuk ka ndodhur kurrë që prokuroria në momentin kur vjen po heton për herë të parë një procedurë. Sepse ka marrë testin, ka marrë dokumentacionin e tenderit dhe ka filluar dhe ka relatuar hetimin në bazë të procedurës se si është respektuar. Nuk e ka bërë këtë gjë për incineratorët. Aty janë incineratorët. Sa të kemi jetë do të flas për këtë Spakun edhe për mënyrën se si ata. Nuk e ka bërë këtë për teatrin. Për teatrin. Nuk e ka bërë këtë për parkun, ekoparkun, nuk e ka bërë për portin e Durrësit, pra nuk e ka bërë për as edhe një nga aferat më të rëndësishme për të cilat domethënë jo mbanera korrupsion, po shelbur në korrupsion. Dhe ky flet akoma për historira. Thot për administratë, thot, kush janë këta, thot, ç'është. Domethënë ti po mbron ata administrata mish për top, thot, nuk mund ta lejojmë të shkojë mish për top. Po, pra unë mendoj, dhe këtë e kam analizë, nuk u do rrit bëjmë prokurori askujt, që nuk ka drejtor, nuk ka kryebashkiak në Republikën e Shqipërisë që nuk ka futur duart në xhepat e tu dhe të mit gjatë këtyre 30 viteve. Nuk ekziston më. Dhe ky më thot mua që administrata thot nuk mund të shkojë mish për top. Kjo administrata që ka krijuar ky zotëria, sa ngrihet në ditë mëngjesit, sa ngrihet më vëlla. Sa ngrihet thot çfarë do vjet sot. Çfarë do vjet sot. U futën interpretim politik apo sigurisht ata të bëra. Ki durim. Ki durim, sepse ki durim për shfaqjen në teatrin e vjetër. Ki durim. E fundit avokat senatoriu nuk pranojnë. Pjesa që ai ndryshojnë. Para 2 javësh të kam thënë që ky e ka bërë fakt këtë gjë. Dhe fakti erdhi për shkak domethënë të vendimit as më shumë shpesh që dha gjykata kushtetuese. Pra, gjykata kushtetuese dha një vendim pa vendim, në sensin që e hoqi topin nga fusha vet sepse i përcëlloshin duart. Kaq ishte historia aty te gjykata kushtetuese. Dhe i dha të drejtë zotërisë që të merresh me këtë gjë. Pse është e gabuar ajo që ai propozon sot? Ai, mos kujto se ai propozon këta tjetër. Ta thjesht do ngre dorën në alçi. Ta shikojmë çfarë propozon një herë avokat. Lexoje dhe ta interpretoj. Atë foton tjetër regjia. Lexoje dhe presidenti avokat. Kjo mas, nuk që pezullimi, kjo mas nuk zbatohet ndaj personave zgjedhur sipas ligjit elektoral. Te kjo pjesë shtohen fjalët presidentit të Republikës, avokatit popullit, kryeministrit, zëvendëskryeministrit dhe ministrave, antarëve të gjykatës kushtetuese, kryetarit kontrollit të lartë të shtetit. Kjo është pjesa që atë ta shpjegoj tani dhe më lo, masoj. Po.
E para njëherë gjithë kjo historia e kamuflimit të vendosjes së 7 institucioneve aty është domethënë se si të mbroj unë dy gjëra që janë shumë interesante. 3. Po. Zëvendës kryeministër dhe ministra. Pra, fakti që ka futur dhe presidenti i Republikës, avokatën e popullit, gjykatën kushtetuese dhe kontrolin e lartë të shtetit është thjesht për të kamufluar këta 3. Këtu i djeg ksula këtij zotërisë. Nuk është problemi tek presidenti i Republikës. Tani, ligji thot se ja të marrë një situatë hipotetike. Ta mbyllun dhe pastaj vazhdo ti situatat e tua, bëj shkencë pastaj brapa. Po vazhdo shumë ta mbyllësh. Interpretim politik juridik u bëm lëmsh. Duhet ja flas apo mos jepi. Se vetë ke thënë që antarët gjykatës kushtetuese janë në hetim. Tani ta shpjegoj pra. Jo, po shumë mirë. Dhe me këtë mbrohen ata. S'duhet të mbrohen. S'duhet të mbrohen. Nuk është vetëm për ministrat pra. Po pra, nuk duhet të mbrohen. Dakor pra, këto solla si tani ku është ndryshimi midis asaj fjalisë pa pse është bërë neni 242, pse është vendosur nga ligjvënësi asaj kohe? Po. Sa i ligjvënësi asaj kohe, për mendimin tim, Luan Omari apo Xhezair Zakanyori, unë i mendoj domethënë që janë koka 10 fish më të mëdha se sa kjo koka e vogël e Edi Ramës. Për këtë nuk kam pik dyshimi unë. Pra ata që kanë bërë këtë ligjin, po. Nuk ka shanse domethënë që ti mos e kenë IQ-n 10 fish më të mirë se sa Edi Rama. Pse është bërë avokat? Është bërë që të mbrojë zëvendës kryeministrën dhe ministrin dhe veten e vet. Tani ku qëndron problematika këtu? Zotëri nderuar, zëvendës ministri, kryeministri, avokati i popullit po të duash, KLSH-ja, kontrolli i lartë i shtetit, janë pozicione thelbësisht administrative. Dhe njëherë, janë pozicione administrative, nuk janë pozicione të zgjedhura. Nuk e votuar ti apo unë që Endri Shabani të jetë avokati i popullit. As që zëvendës kryeministër të jetë Belinda Balluku. Se nesër mund mos jetë Belinda Balluku, po mund të jetë dikush tjetër nga Partia Socialiste. Nuk e votuar për këtë ti. Ti ke votuar që këtë vend ta qeverisin Partia Socialiste, ti ke votuar domethënë që kryetari i bashkisë të jetë ai dhe këshilltarët janë ky. Goditja e personit tot Rama godet funksionin. Je i korruptuar. Në momentin kur je një person administrativ, jam i korruptuar, atëherë merr një mas tjetër ndaj meje. Jo pezullim, sepse pezullim ti bllokon funksionin, këtë tot Rama. Po ti tani do i ka ardhur bësh Ramën këtu apo ka ardhur të të përballë me vërtetën tjetër. Zotëri edhe një herë. Vetëm me vërteta jote. Po ti mua më ke thënë ku thi Ramën të thonë me atë tjetër. Është shumë saktë në këtë që thot. Tani më lër ta çoj unë se ti ke ata mbyll këtë. Mos e mbyll se ke se 10 minuta pa. Po Denis. Tani unë dua ta shtensionoj pak se nuk ka ndryshuar asgjë. Edhe me këtë në gjë që shton nesër mazhoranca, në një farë mënyrë është një lloj, si thua, garanci që të mos përsëritet situata të kësaj natyre, po jo se ka ndryshuar punë për sa i përket hetimit të SPAK-ut nesër me të gjithë zyrtarët që shtohen aty te lista e nenit 242. Pra, kjo është e rëndësishme. SPAK-u ka njësoj liri për të hetuar dhe madje nuk do shkoj me pezullim këte tutje, por do shkoj direkt në parlament. Prandaj them, nuk është shumë e rëndësishme kjo që ka bërë sot mazhoranca. Lajmi këtu është që mazhoranca ka ndryshuar qasje dhe unë doja që ta sillja në vëmendje. Para disa ditësh kur doli vendimi i gjykatës kushtetuese, as mish as peshk, Rama tha nuk kemi urgjencë të hetojmë, të ballafaqohemi me kërkesën e SPAK-ut në parlament. Tani lajmi sot është që ditën e hënën tjetër do shqyrtohet kërkesa. Dhe është kërkesa, pastaj do votohet, se ishte e rëndësishme kjo. Kjo do një muaj mos është me procedurë të zakonshme. Leonardi e di sa për kodin, ndryshimet e kodit të penal duan 30 ditë, 45 ditë, sepse nuk është me procedurë përshpejtuar. Do bëhet me të njëjtën ditë, paktën sipas asaj. Jo, s'është me të njëjtën, jo, ke gabim. Dëgjoj nga unë. Ndryshimet në kodin e procedurës, në kodin penal kërkojnë minimalisht e diun 30 ose 45 ditë. Që do thotë kjo që nuk bëhet në datë 23 fjala vjen. Kjo do bëhet, po pse nuk bëhet në Po nuk bëhet pra se ka afate, do mbledhet komisioni i ligjeve, gjëra të natyre, të gjitha do përshkruajnë, nuk është me procedurë të përshpejtuar, e tha Balla sot. Okej. Pra, ditën e hënë, ky është ndryshimi i qëndrimit të mazhorancës. Prandaj them unë, media fokusohet më shumë te kjo pikë, po e rëndësishme është ajo që
tha sot Rama që ne ditën ose do ta shqyrtojmë kërkesën në parlament, sepse ishte krijuar ideja që mazhoranca as do ta merrte fare në shqyrtim. Dhe kjo tregon një lloj tërheqje të mazhorancës që do ulet, do diskutojë dhe do votojë. Pastaj aty ne do kuptojmë kjo mazhorancë apo e mbron Ballukun apo po e lë përpara drejtësisë. Dhe kjo është e rëndësishme të dalë të kuptohet qartë. Ka dyshim, do të mendoj unë. Shiko, çështja e fateve është çështje tjetër. Por ama nëse parlamenti i heq imunitetin zonës Balluku, nuk ka asnjë lloj mbrojtje. Se ndodhi tani, nuk ndodhi aty, pastaj jemi në rrafshin e politikës. Dhe këtu duhet ndalem pak me Leonardin, që Leonardi e sheh Ramën sepse është ky problemi i gjithë opozitës. E sheh Ramën si prijës lideri i vendit. Rama është palë, është kryetari i Partisë Socialiste, normalisht që luan politikisht. Dhe ai deri tani ka luajtur politikisht. Në kushtetuese nuk mori ato që deshi dhe erdhi, madje sot pati edhe 2-3 kështu element vegjël që në një farë mënyrë Rama u tërhoqi vëmendjen socialistëve, të cilët thanë që ka bëshllëk. Se të pranosh që ka bëshllëk, do të thotë japësh drejt Spakut që ka ardhur me këtë kërkesë për pezullim. Ka problem, tha. Rama tha, tani e kam dëgjuar dy herë Rama Denis edhe se nuk po kuptohem unë. Më duket e përmendi Rama një nga socialiste o Taulan Bara, unë një nga ata të tjerë. Nuk është bëshllëk, tha, është problem. Pikërisht, Rama është shumë i kujdesshëm dhe tha, "O prit, tha, mos se po të pranojmë që është ka bëshllëk, atëherë ne e themi që Spaku duke përdorur në 242 ka bërë gjën më të mirë dhe gjykata ka dhënë vendimin e drejtë. Pra s'ka temë këtu. Fakti që po shkon për rishikim të kodit do thotë që ti ke pas një problem me kodin. Është bëshllëk në kokën e atyre, madje thashë. Rama e riparoi. Rama sot riparoi socialistët. Pra, riparoi ata juristë që bën atë lapsusin freudian duke thënë që ka bëshllëk. Ndërkohë Rama tha nuk është bëshllëk, po është Gjoj, problem tjetër. Çfarë po ndodh aktualisht me këtë midis Ramës edhe Spakut, midis Ramës edhe Ballukut, se e gjitha lidhen të treja bashk. Si i vlerëson këto hapa që po hedh mazhoranca, nga opozita konsiderohet si grusht shtetit e të papranueshme, ndërkohë nga ana tjetër a është kjo një goditje për Spakun, a është kjo një përpjekje për të bllokuar punën e Spakut? Red, dy fjalë për aspektin juridik. Avokati di shumë mirë, ligji nuk ka fuqi pra vepruese. Ligji penal ka fuqi pra vepruese kur është në të mirë. Kur është në anën pozitive. Në rastin kur është marrë vendimi. S'ka lidhje fare, kur ka ligji penal ka fuqi pra vepruese. Dhe në rastin e Ballukut. Po. Ma elaboro pa këtë sepse diskutojmë. Është sigurt, në ligji penal ka gjithmonë fuqi pra vepruese, madje edhe në ata që janë me dënim për më shpreh. Në kohën kur s'është dhënë vendimi, po gjithsesi mos ti hym debat. Unë mendoj që nuk ka imunitet Balluku nga kjo nisëm ligjore. Pjesa është për çfarë do të vijë më tej. Balluku është pezulluar, edhe nuk e diskutojmë atë. Për këtë arsye po them që s'ka fuqi pra vepruese për zonjën. Së dyti Rama mundohet që të bëj këtë për çfarë do të vijë më tej. Në analizën time, uji i Spakut ka arritur shumë lart në lartësinë e Edi Ramës dhe në këtë kontekst ai po bën një lloj betejë frontale. Për çfarë arsye? E pam që mbrojti punojës e administratës. Nuk është sekret, sipas raportit të OSBE-s për zgjedhjet të fundit kanë qenë, si thua, të përdorur në një lloj forme për të organizuar fushatë zgjedhore. Pra Rama po shtrëngon radhët e veta në kuptimin e daljes për zot ndaj socialistëve dhe atyre socialistëve që janë pjesë administratës publike. Sa i takon rastit Balluku, unë mendoj që është një, nuk bie shumë dakord me Denis që do mbetet për të parë nëse po e mbron apo jo. Në çdo precedent tjetër, ne kujtojmë bashkërisht që doli dhe ajo fjala që i gjati të shet, i gjati s'do t'ja di për dikë. Dy raste kanë qenë ku unë kam shquar një sjellje tjetër nga Rama. E para ka qenë Nolta Xhaçka, me zvarritjen deri në gjykatë kushtetuese, dhe dyta ka qenë rasti i Ballukut. Po edhe këtë mund ta zvarriste pra. Fakti që ka vendosur ta trajtoj
goxha e zvarritur. Po nuk ka rëndësi kjo tani, se kjo ka ikur. Problemi është, a do shkojnë votim mazhoranca të votoj pro heqjes imunitetit apo jo? Ai është testi i madh. Deri sot që mbledhja Sepse pezullimi para vitit të ri ne nuk dinim a do mblidhej apo jo. Po pra këtë po them pra, qëndrimi akoma si do votoj PS-ja. Për mua vota është kjo, nëse ata votojnë pro, le të themi heqjes imunitetit, aty nuk ka më mbrojtje. Ka që thjesht, pastaj këto debatet... Nuk rritje ku PS-ja s'ka një qëndrim Mua më vjen të mirë që ti qartë. shikon ëndrë. Nuk është, ajo që mendon Leonardi, po, nëse mazhoranca nuk e çon votim ose e voton kundër, atëherë po do themi e mbrojti. Po ke drejt. Jo, po unë e bëra pyetjen, nëse voton pro heqjes imunitetit, nuk është çast, Leonard. Tani çfarë them unë burr tani? Ti hedh, më falo, Zoj. Ora një pyetje kam. Ti sa hipotezë, si ti ta hedhu një gur aty inshallah e kapin këta budallënjë tani. Ç'do të thon guri më? Po ora kjo është një histori e mbyllur o Denis. Si është e mbyllur? Ai s'ka ndërmend ta votojnë në parlament atë sikur sa të jetë gjallë. Po ai mos i bëj njerëzit që të flenë me e po mirë, vazhdo tani. Atë po nuk e edhe këshillit mandateve, lajmi për mbledhjen e këshillit mandateve. Ai tha s'kemi urgjencë para një javë, tani tha do ta mbledhin. Ka ndryshim qëndrimi mos zotë, nuk e lexon diktor. Avokat, nëse ke dëgjuar me bëri të çmendesh vëlla. Ai dha sot mesazhe që do ta shohim në rastin më parë. Maro të lutem. Po, maro. Për mendimin tim ka mjaft të dhëna për të kuptuar që Balluku po mbrohet. Po mbrohet, por në cilin rast ke dëgjuar Ramës se kemi 50 ministra, zënës ministra, zënës kryeministra, deputet, zyrtar të lartë që janë ndjekur penalisht, që janë dënuar. Në cilin rast e ke dëgjuar kryeministrin të flasë kaq shumë për një çështje. Nuk ka asnjë rast që të ketë precedent të ngjashëm. Së dyti edhe kjo që thotë Denisi mbase mund të ketë qenë dhe ndoshta rritja e presionit nga ndërkombëtarët. Patjetër, se nuk e vën ndryshim. Patjetër, po. Ku thoshte që Rama duhet t'jap një përgjigje, nuk thoshte duhet ta shkarkoj apo jo. Biem dakord që nga fakti që nuk kemi urgjencë për të trajtuar me mbledhjen e hënës ka ndryshim qendrimi, tu biem dakord pra. Po më nuk thash që edhe një herë, nëse shkojmë te votimi, nga vullneti i Ramës. Rama është mbrojtje akoma. Por nuk ka lidhje kjo, edhe një po të them, nëse ne shkojmë te votimi dhe votohet heqja e imunitetit, të gjitha këto diskutime që kemi bërë që nga 16 dhjetori dhe tani bëhen nul, se në fundit ka rëndësi vota, nuk ka rëndësi retorika. Ai është politikan, ka drejtën e tij, mbron qendrimin e tij dhe unë e shoh në të drejtën e tij të bëjë çdo doj. Në rregull. Dhe në raport me Spakun sot, që i tha Spakut që janë këto kontrolle, bën punë vetaj. Tani nëse Spaku të riqet, është problemi i Spakut, nuk është më i Ramës. Tash Denis kishte vënë një standard shumë mirë, nuk komentoj raste e drejtësisë. Ore çfarë si ka edhe një herë, edhe një po duhet se ju po shikoni më lidhjet botëror, nuk ka ndryshuar politika, nuk është më çfarë doni ju që Spaku të arrestoi gjithë qeverinë e kryeministit dhe ai të thotë po hajdeni. Qëse është korruptuar po? Po më dakord, po të thotë hajdeni. Ai do bëj PD-n e tij. Ti është pra ti po thua në pak tjetër mo. Pra ti po thua në pak fjalë që ky po mbron hajdutët e vet me jo zotëri, jo. E para po se nuk e dim kush është hajdut apo jo. Ai do edhe një herë. Teorikisht të thashë kapa me breshtuar. Nuk e dini sa herë Berlusconi sulmonte prokurorët e Italisë. Edhe sa herë fitoi dhe në darkë. Sa herë fitoi Berlusconi? Sa herë fitoi? Sepse kishin drejtsinë përballë. Këto po duhet po të them pra. Rama mund ta sulmoj Spakun nga mëngjesi deri në darkë. Nëse Spaku vazhdon me punën e vet, nuk ka sulm që i del përballë. Po nëse ti ndryshon ligjin, s'ka lidhje ligji fare. S'ka lidhje. Mos abuzoj, se je avokat. Ky ligj nuk ka lidhje fare me hetimin. Po të ta shpjegoj. Sepse kur nuk merr vesh më mirë pyet. Jo, mos e fut kot. Ky ligj që kur të mbarosh më thuaj. Ky ligj mos spekuloj. Mos spekuloj avokat. Ky ligj nuk ka lidhje fare me hetimin. Unë kur nuk spekuloj, se nuk mund të jam gazet. Pse nuk? Po. Jo mbarozo. Dakor. E pranuam që ka një të drejtë që ta bëj këtë mbrojtjen e vet. Po, vetëm më thot ai mos hajde, mos çfarë ka. Ai që bëri përshtypje ishte që ish kreu i Spakut, Altin Dumani kërkoi mbrojtje të shtuar. Disa media thanë që kishte edhe një tentativë për sulm fizik ndaj tij. Dhe së fundi po raportohet gjithashtu që kërkesa për shtimin e truprojeve ndaj tij nuk është pranuar. E para kjo, e dyta po merret me pagat e gjyqtarëve.
do më thënë, e ka fuqin parlamentari që ta bëj komplet pa zhurmë këtë debat, ja uli pagat, sa doj madje e ka dhe fuqin ta shkri s'pakun fare. Pa ai nuk do këtë, ai do që të ketë një lloj ndikimi të mjaftueshëm për të mos rrezuar. Tani me dy element, kur një prokuror dëgjon që një koleg i guximshëm, siç ka qenë Dumani në gjykimin tim, kërkon mbrojtje më shumë, nuk i jepet, kur merret me pagën dhe nuk i plotëson. Ka lidhje paga e spakut, paga e spakut është tjetër, nuk është debati për pagën e spakut. Mos u ngatro. Jo, nuk po ngatron fare. Aty bëhet fjalë për pagën jo të GKK-s, bëhet fjalë për gjyqtarët e tjerë. Ajo është sepse sablon e ishte gjithë vetë përjashtuar, siç tha ai. Dhe së dyti, po merret me gjyqtarët? Po thot fjalët nga më të ndryshme. Le gjyqtarët le të merret me kryeministin, çfarë problemi ka? Gjyqtarët zdapin. Po edhe një herë se tani gjykata kushtetuese nesër të dalit vendos pro pagave të gjyqtarëve. Ç'do bëj kryeministri? Asgjë pa çfarë. Po këto po them pra. Nuk e zbaton fare. Si se zbaton? Ja, është detyruar ta zbatoj. Vendimi i gjykatës kushtetuese është janë detyruar dhe ka ai po jep lekët e gjyqtarëve që kanë fituar pasi kanë ikur nga. Se nuk e zbatoi vendimin e Ulta Zhaskës. Si se zbatoi? Nuk e zbatoi. Po mos i hym aty te bani se është hyrë se ngece. Po le edhe kot. Po pse nuk e zbatoi? Po le tani kot. Le kot, vetëm spekulon. U spekuloj. Jo që gjyqtarët paguhen shumë, tani që erdhi rasti. Po nuk ka edhe një herë Xhoj, duhet të kuptoni diçka. Në demokraci është e shëndetshme përplasje institucioneve. Ju dhe ne duhet gëzohemi që sot po përplaset kryeministri me spakun, sepse po të ishin në ëmbël, do të thotë që ishin zgjidhur problemet. Ndryshoi rregullat e lojës. Nuk po ndryshoi, ajo nuk ka ndryshuar rregullat e spakut, më edhe një herë po të them. Ajo lidhet thjesht me një procedurë që ka të bëjë thjesht me pezullimin e titullarit, që në këtë rast ne nuk e kishim dëgjuar asnjëherë që të shfrytëzoi ky, le të themi ky momenti i artë i ligjit. Që mund të shfrytëzohet. Tani edhe ai ka shumicën. Dhe këtu dalim tek ajo që është pjesa tjetër e politikës. Nëse do kishin një opozitë shëndetshme, do ta shfrytëzonte kjo. Jo, do dalin të opozitë apo. Ai ka saliuar but më lehtë tani thelbi aty. Po, demokracia s'mund të jetë vendimi i dy uqërve dhe i delës çfarë do han për darkë. Se po mbritëm këtu pastaj ç'a ndodh tash? Bëjnë zhurmë deputetët e opozitës në parlament, nuk i hyj veprimi drejt i gabuar. Ndryshon rregulloren e kuvendit, përjashton nga 3 muaj, lejohet përjashtimi 5 muaj. Më kupton tash kjo ka dhe një sens logjike demokratike, nuk mund të bësh, domethënë i kërkon spaku pezullimin nga detyrat një funksionari, ndron ligjin. Tani nëse vazhdojmë kështu me çdo element ku kontestohet, kryeministri nuk besoj se jemi në një demokraci të shëndoshme, kupton se mund ndryshoj ligjin nesër tonë deputetët e opozitës do vinë në parlament, do përfaqësohen me inteligjencë artificiale. Mund të ketë dhe çuditëra tash që po fryma demokratike ka një lloj shenjtërie për diçka që zgjatet në kohë. Domethënë ne bëjmë reformë pas çdo zgjedhje, nuk mund të ketë domethënë kaq ndryshime të shpeshta dhe të presim pastaj mirëbesim mes forcave politike, aq më keq kur përplasen edhe po themi elementët më kryesorë ndarjes së pushtetit. Avokat, te ndryshimi i ligjit më rri se kjo është mos më ndërpret këtë që do të them tani. Pse unë kam ngul tek fakti që të paktën ministrat, zëvendës kryeministri, po të duash ti, janë funksione administrative dhe si të tillë do duhet të mos kenë asnjë lloj mbrojtje nga ligji ose nga hetimi më mirë, jo nga ligji, nga hetimi. Nga hetimi i një organi siç është prokuroria apo edhe ti merret i pandehur apo dhe të çohet në gjykat. Përse këtë? Ministri, kryeministri, qeveria në vetvete si institucion janë ata të cilët kontrollojnë ose buxhetojnë paratë të xhepit tim, të qytetarëve shqiptar. Teorikisht dhe praktikisht ta janë personat të cilët mua mund të më bëjnë dëm ose mund të më lartësojnë duke ngritur mirëqenien time si familje. Pra fakti që mund të më bëjnë dëm, kjo nuk presupozon domethënë që do duhet me patjetër që ti mbrohet, ti vjen korraca të forta mburoja, si të kohës 2000 vite më parë të romakëve, me qëllim që këta mos preken edhe kur bëjnë dëm. Pikërisht për këtë arsye ligjvënësi, tek neni 242 nuk e ka parashikuar këta, sepse janë administrativ, që do të thotë që ministri mund të bëhet edhe dikush i cili në domosdoshmërisht është i zgjedhur nga populli. Po më dakord. Zgjidhet edhe një person nga teknik,
i cili nuk është domosdoshmërisht deputet mo. Po ky njeri nuk duhet të ketë të drejtat që i ka dhënë zgjedhësi. Si i zgjedhur deputet. Çfarë do ndodhin tani me zonjën Balluku, që ta kuptoj Denisi se ka një problem shumë të madh. Kur unë them domethënë që kjo që po ndodh tani, mbajeni mend sot e një muaj. Jo më larg. Dhe ti do kthehesh prapë këtu dhe do më thuash mua e the atëherë është avokat. Unë nuk po shpikroj këtë më. Si gjithmonë. Nuk po thjesht po lexoj se çfarë bëjnë këta dhe duke ditë se çfarë. Për e shumta një muaj, ky ligj, ky ndryshim do futet në kodin e procedurës. Çfarë do ndodhi në ret? Do ndodhin që çështja e zonjës Balluku do shkojnë në gjykatën e apelit, nëse nuk është akoma si të thuash shqyrtuar në gjykatën e apelit GKK-s. E zëm se është shqyrtuar dhe nuk është miratuar. Ky do shkojnë në gjykatën e lartë. Në atë rast, në gjykatën e apelit ose në gjykatën e lartë, avokati i zonjës Balluku, po tisha, unë do thosha ka ndryshime ligjore, sipas kodit procedurës penale, neni 242 që këtë pezullim të cilën ti më ke kërkuar mua është rrëzuar me ligj tani. Dhe anullohet rregullimi. Dhe anullohet kjo. Pra, 100%. Jo, dha mekanizmin, dha formulën. Do flasë një tjetër. Unë të them, ti do shkosh në gjykatën e apelit. Dhe ky kodi procedurës është miratuar ky ndryshim. Në momentin ku unë shkoj në gjykatën e apelit, si avokat i asaj zonjës do t'i them gjyqtarit të lutem po, reflekton ndryshimet që ka ndodhur në ligjin për kodin e procedurës penale neni 242. Pika 2-3 sa i bie 2. E çfarë bën gjykata? Rikthen Ballukun. Po sigurisht. Heq masën. Ja heq masën e pezullimit. Po. E zëm se nuk ka ndodhur në gjykatën e apelit. Shumë lajm më rëndësishëm është javës tjetër, jo ky, që thotë. E zëm se nuk ka ndodhur ky ndryshimi pa shkuar çështën në gjykatën e apelit. Do shkojnë në gjykatën e lartë. E njëjta histori. Po, e njëjta histori. Do kthehet. Po, dhe prandaj mos më ngacmo tani këtu. Durose po të ta shpjegoj në mënyrë teknike dhe po nuk do di kështu, unë nuk dal më këtu te kjo media. Mirë, dakor. Pra. Jo, po ta i të besoj të këto që flasë, sepse këto janë... Jo, unë të thash, lajmi më rëndësishëm është javës tjetër. Lere tani. Jo, së ç'është e paka... Ne po bëjmë debat. Jo, kjo lexohet shumë thjesht, është shqip-shqip. Është shqip, është shumë e thjesht. Sepse po ti ishte kundër, më dëgjoni, doni me patjetër që të fusnin në spinë. Gjë këtu ku çfarë po them, sepse ke emision nesër e pasnesër që tu kuptosh të drejtë. Dëgjuar shumë, po këtë variant po gjë është të drejtë, po ka rregull, se është gjykata e lartë që mund Po ta ti ishte kundër, ta dëgjoj atë, shmesi se s'ka çifa dëgjoj. Po ti ishte kundër, ta e mban mend ti në momentin kur gjykata kushtetuese tha e kaloi çështjen nga kolegji i gjyqtarëve, e kaloi në çështje gjyqësore, tha e ngriu pezullimin. E mban mend, po. Sa po ngriu pezullimin, 1 orë më pas, jo më shumë se sa 1 orë më pas, u botuan fletorën zyrtare, pas çka se ishte ora 8 e darkës. U ngrita ai në puls i vajti të fletorën zyrtare e publikoi. Që të kthehesh zonja Balluku në detyrë. Tani vendimi i gjykatës kushtetuese ka 1 javë që është dhënë. Në rregull, po. Nuk është bardhur ende, ëh? Është botuar fletorën zyrtare? S'jam në dieni. Po ja po ta them unë që s'është botuar fletorën zyrtare. Sepse po t'ishte botuar fletorën zyrtare, ky do merrte formë ligjore dhe zonja Balluku nuk do ishte. Sot zonja Balluku është akoma në zyrën e vet, teorikisht po të flas. Sepse vendimi i gjykatës kushtetuese thotë, ky vendim merr fuqi ligjore nga momenti ku botohet në fletorën zyrtare. Po, ashtu është. S'është botuar fletorën zyrtare. Po ku e di ti, Xhoj, që ky vendimi në fletorën zyrtare nuk publikohet edhe për 1-2 javë tjera. Derisa vi vendimi i gjykatës 30 ditë. 30 ditë nga momenti mbile fletora zyrtare të nxjerrë dhe histori e tjera, thotë 30 ditë nga jo nga dispozitivi i vendimit, po 30 ditë nga vendimi i arsyetuar. Dhe aty pastaj është shkencë më vete, se ata mund ta zbardhin pas 4 muaj. E kupton pastaj ç'ka histori. Pyetja që u ngre. Vitin fola dhe unë. Pyetja është se në rastin kur e ngriu pezullimin e bëri më në 1 orë, kurse tani nuk e ushtron këtë, sepse fletorën zyrtare drejton ministri i drejtësisë, nuk e drejtoj unë. Në rregull, pra. Pra, po të flasim për gjëra. Kemi ende në kushtet e lishmërisë nëse është kështu. Ai po ndjek çdo hapësirë. Po juridikisht është në rregull. Po ne kemi drejt. Juridikisht është në mbrojtje. Kemi të drejtë të themi neve të më t'ia sqerrim maskën dhe të themi domosdoshmë se si është. Kaq po them unë. Unë nuk e çuam burr. Avokat që ka një skenar, ka disa prapaskena që na bëjnë të mendojmë që po shkojmë tek ideja që nesër gjykata e apelit ta anulloj vendimin e pezullimit. Po pra sepse unë isha me Xhoin Fagun, thash puna e Ballukut. Ore prapë ndepret, po ai them edhe një herë tjetër. Si ministre.
Po ta marrë të mirë që gjykata e apelit, GJKK-s, nuk është prerë akoma deri në momentin kur nuk është e zemër, nuk e ka nxjerrë datën e gjyqit. Deri në momentin kur ky ndryshim ka kaluar në parlament. Në atë moment, po të them një tjetër, mua si avokat i zonjës Balluku më lindja e gjithë e drejta që unë të shkoj në gjykatë dhe t'i them asaj gjykatës t'i them ka ndryshuar realiteti, ti nuk mund ta pezullosh më zëvendës kryeministrin. Në qoftë se nuk ka ndodhur gjykatën e apelit, do ndodhur gjykatën e lartë dhe nuk do ketë nevojë fare që të shkojnë në gjykatë kushtetuese do ri. Të thash një gjë tjetër herën e kaluar. Të thash, "Ore, ti e kupton domethënë që këtu s'është një problem i madh për zonjën Balluku, se e heqë zonjën Balluku nga ministra e infrastrukturës dhe e bën ministre të kulturës, të arsimit, të drejtit, shejtanit, çfarë lidhje ka?" Këtu nuk është çështja e zonjës Balluku në per se. Tu është ideja, domethënë, që një ministër, i cili është në hetim, madje i marrë i pandehur nga Spaku ose nga drejtësia, a duhet apo nuk duhet të qëndrojë akoma në pozicionin që ka. Dhe këtu nuk po ngrihem domethënë të bëjmë moralen, se këtu s'ka moral më, ku ka moral ai njeri? Si mund të ketë një moral një person i cili babai vet ka firmosur vrasje më burr. Tani atje po i pret moral ti. Jo. Po unë nuk po merrem me këtë histori, unë po merrem me çështjen gjyqësore. Dhe tha një gjë të bukur. Dhe tha një gjë shumë të bukur Xhoi pak më përpara që duhet ta elaboruar. Ore, neve do t'i shkojmë mbas këtij zotërisë, domethënë që sa herë që ndihen le të themi një lloj frike se frika sa këtë nuk gjen në Republikën e Shqipërisë, nga politikanët. Flie nga mendegogës. Se ndryshe nuk i bën këto lëvizja. Atëherë për çfarë do lloj mënyre, domethënë ti do fillosh do ngresh, do ndryshoj kushtetutën për këtë, ndryshon kushtetutën për atë, ngre një histori alibi për. Ky thjesht po tregon sot që ato idiotizmat që ka thonë live, Spakun e kam bërë unë, reformën drejtësie kam bërë unë, kjo forca ime politike e mbron atë, sot po ju thos shqiptarëve domethënë që këta nuk bëjnë më burr. Dhe e fundit fare që ta mbyll dhe për këtë edhe ku e di ku ja vuri kapakun. Te ndryshimet e kodit penal të para 2 javëve o zotëri nderuar. Se më doli goja këtë matan duke thënë. Pika neni 28 pika 7 nuk u bë për të penduarit e drejtësisë për kriminalet, është bërë për administrat, për korrupsionin, për t'u thonë të gjithë këtyre që ngren krye në korrupsion dhe thonë, o zotëri, s'ke për të marrë as edhe një lloj përfitimi në rast se ti shkon dhe denoncon shefin tënd. Ti ashtu Xhoi atyre pikave që për 1-2 është dhe kjo pika që thot avokati, duhet ta dëgjosh edhe herë Xhoi se shumë interesante kjo që ka ndodhur me kodin e procedurës penale. Neni 28.7 është fshirë fare nga kodi i procedurës penale. Ai nen presupozonte ndryshim. Jo, ai jepte të drejtë një të penduarit drejtësisë që të bënte marrëveshje me prokurorinë dhe të kishte përfitim në ulje dënimi. Këta e kanë fshirë fare dhe nuk e kanë bërë për këta. Po është e gjitha historia e korrupsionit, si që t'u thot këtyre të korrupsionit, që juve mos shkoni mo ta denonconi ministrin apo shefin apo drejtorin, sepse në fund ditës nuk do merrni asnjë lloj përfitimi, s'të keni përfitim, pse do ta bëni këtë gjë? Ligji i Bil Fryrsa është ndryshe që ta nxisi. Dhe për t'ia thënë përgjigjen e fundit fare Denisit, o Denis, nga 57 bashki të Sultan Surrelit, 57 janë të gjitha në hetim nga Spaku. Të bën përshtypje ty kjo mër Denis? Forca e ligjit. Do të diskutojmë. Forca e ligjit. Avokat, se po flet për një e vlerësoj shumë, domethënë emocionalitetin në raport me atë që po ndodh. Por ndërkohë që ata që konsiderohen sponsorizuesit, garantuesit, pronarët e Spakut nuk po thonë asgjë në raport me këtë vendim që ka firmuar sot kryeministri, që do të thotë në një farë mënyre prishje, bllokim, s'po thon asgjë, çfarë do të thonë ata? I punës së prokurorëve të Spakut. Se nuk ka një reakcion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian. Po pritë sepse tani po abuzon ti. Po. Tani po abuzon ti. Ma thuaj ku është. Po përpara 10 ditësh ishte Coela, e di kush ishte Coela ti? Ajo organizata europiane që drejtohet nga Gjermania, nga kancelari Merz, që të tha shprehimisht do dolën me rezolut ata o zotëri nderuar. E morin telefon Marta Kos këtë birgon. Dhe i tha Moskva se tha dje që Shqipëria, Malizi janë shumë përpara. Janë përpara, janë vërtet përpara. Janë procese ndarë. Po Marta Kos tha dhe kështu që zgjedhjet e 25 prillit ishin një varë. Po të kthehemi. Çfarë tha? Kanë të mos preket në mënyrë absolute, Shqipëria po bën hapa prapa në reformën në drejtësi.
në të mos preket reforma drejtësisë, mos preket SPAK-u. Të tha KE Marta Kosi e tha këtë. Coela të thash. Çfarë? Coela është organizata. Po flasim për SPAK-un, avokat. Po flasim investimin më të E diti që çfarë është kohë që flitet për grusht shtetit kryeministit Rama në Shqipëri, ti më thua ka reaguar një gjë që unë se kam dëgjuar asemrin. Sa ke dëgjuar emrin, po është problemi jo që nuk i di më unë një çfarë të bëj ti unë. Marta Kosi pak zotit Marta Kosi avokat një pyetje. Hetimi i zonës Balluku fundon me këtë nen apo jo? Kaq. Ua, sa i shpirtëzi. Jo, se këtë do tha. Je katran më Denis. Jo, fundon hetimi apo jo? Je katran me këtë. Sepse tha, mos mund ta bësh. Ky është debati. Ky është debati më të tha. Se Rama këtë ka nxjerrë si argument. Edhe sa i përfundon hetimi apo jo? Ore mund të vazhdoni ju ore. Edhe sa i mirë ai në 2017 i filloi hetimi, në 2022 i mbaroi ore. Po më çfarë lidhje ka kjo? E kuptoni se po çfarë po flisni. Ju thoni vjedh mos ka problem se para vjedh. Ju të dy jeni rregull, më vazhdoni. Unë po të them tjetër gjë. Atëherë do thash tjetër gjë. Ke shumë të drejtë. Qëndrimi i Ramos pak në si e lexoj unë ka ndryshuar dhe nëse po ka ndryshuar për keq. Me 83 mandate i heq imunitetin Zojës Balluku, kjo tregon që gjithë debatin që bën ti është nul. Po dhe që rikthehen edhe në detyrë nuk i heq as imunitetin. A kjo pastaj diskutojmë prapë. Qofse kjo do ishte e rëndë nga ana e mazhorës, pastaj po do avokat. Denis do të ha veshi pas një muaji ku ndodhi kjo. Nuk është çështje veshi. Dot më këtu. Unë po të them një gjë. Nuk do vish dot më në studio, o Denis. Prit pra mos e bë folklor vetë. Po dakor. Tani, vazhdo atë se flas më për histori. Për heqje për arrest është shumë më e fortë se sa kërkesa e pezullimit që SPAK-u arriti në fitore me gjykatë kushtetuese. Denis, në përshtypjen tënde mendon se do e heq vërtet? Unë si mendon pa këtë të thash pra, unë leximi im është ky. Deri javën e kaluar mendoja që nuk do t'ja hiqte imunitetin. Sot me caktimin e datës, sepse Rama kishte edhe diku tek edhe më pak se 20 ditë, pra nëse dikut nga 14 marsi nuk merrej fare në shqyrtim kjo temë, që ta dish, kjo binde bëj nul, rrëzoi kërkesa. Po, kurse do në 3 muaj nga mbledhja e parë. Pra fakti që ai po e fut në agjend dhe e lajmëroi Taulan Balla, ndoshta ka ndikuar në presionin ndërkombëtar, nuk dua t'ia di fare nga këto gjëra. Sepse ajo është se vjen patjetër edhe reagimit komision, në rregull. Këtu jemi dakord. Atëherë, kjo do të thotë dhe unë duhet të shoh rezultatin në fund më. Nëse kjo që thot Leonardi, ka patur presion Xhoji, i bie që nuk ka patur presion për këtë. S'ka presion për këtë pra, këtë po them pra. Ka patur presion për Ballukun, po s'ka për këtë, se kjo se sa u dratë. Po edhe një herë pra Xhoji, kjo nuk është sa herë, kjo se ka 10 ditë që po diskutohet. Unë një sekond. Unë Leonardi e dim para 10 ditësh ku do ndryshojë neni dhe besoj kemi diskutuar edhe në studio. Nuk është kjo, por kjo nuk ka peshë tek reforma drejtësi. Kjo është një artific shumë i vogël i papërfillshëm. Mund të jetë ka peshë kjo Xhoji. Unë fal, nëse të lutem, nëse do hetohet nesër një ministër. Nisëm që kufizon, domethënë qasjen e drejtësisë është për të dyshuar se pse po e bën. Edhe një herë mo zotëri. Në rast se ministri X hiqe zonën Balluku, do nëse s'ka peshë pse po prit, po të them një gjë. Në rast se nesër ka SPAK-u ministrin X do ta sjell prapë në parlament, nuk do merret më me masën e pezullimit, kaq e thjesht. Në fakt s'duhet ta bëj ta sjellë fare në parlament. Po duhet ta sjellë pra. Po e ka ligji pra. Ja të ta shpjegoj se ndodha ajo ku është ndryshimi. Dakor. Regjia, lutem kam një reagim të Gazbardit aty. Ma e ka reagim të gazit, po dëgjoj që na ndihmon për të kuptuar se çfarë Leonardi ta ule tempin e debatit tani. Është kryetari i grupit parlamentar. Dëgjoj një sekond lutem. Po. Çfarë ndryshimi të madh ka? Se kam për ty unë se ti e kupton, po problemin atje. Merr të mirë qenë një ministër i cili nuk është deputet. Nuk e di se kush nga këta se s'm vjen. Ska vetëm Toni Gogu i shkretash. E zem Toni. Ai që ministrat jo mos më ndërpret tani. Jo, po duhet ta nisim këtu. Duhet ta nisim këtu. Po, do të nisim nuk pret personin thot. Po. Bardhi. Thot Rama. E vërteta thot Bardhi është masa vendoset ndaj personit. Pezullimi prek funksionin, thot Edi Rama. Institucioni vazhdon të ekzistojë. Thot Gazi. Gazbardi sipas e vërteta. Funksioni është kushtetues, qeveria është organ kolegjial. Po. SPAK, gjykata ndërhyn në ekzekutiv. Zëvendës ministri ekziston.
Pra, ideja është pezullimi nuk e prek personin, është e vërteta është e prek apo jo avokat, që ti marrim një nga një, se kjo është pak a shumë edhe ajo që argumentoi dhe kryeministri sot. Ore, në qoftë se pezullimi nuk preka personin, atë pse po merret me Belinda Ballukun atëherë? Le ta lëshoj. As e preka personin. Jo, ideja është ti mund ta pezullosh një zëvendës kryeministre, Po? por ti me këtë pezullim ke bllokuar dhe punën e asaj ministrie. S'ta kam bllokuar. Hiq Redin ver Denisin. Po nuk ma imponon dot ti mua. Po ta imponon pra se Redi është Sepse ti je Redin unë e kam marrë, dëgjoje pra dëgjoje. Po. Redin unë e kam marrë jo më në hetim, po të pandehur. Dhe unë nuk po të them ty që këtë zëvendës kryeministrin hiqe mos i pozicion ti fare. Unë ty po të them, zotëri nderuar, këtë që ti ke vendosur zëvendës kryeministër, ky për mua është i fajshëm. Po nuk e vendos si e vendos gjykata. Po për mua thash ore, sepse unë jam marrë akuzën. Ti je spakur. O vlla, ti me ju dy të çudisti fare. Po. E mban më një periudhë të spakut që vinte në dorëheqje red dhe avokat, vinte në dorëheqje dhe thonin ne gazetarët ky me siguri ka mbaruar punën me drejtësinë. Domethënë si arritën nga ky standard që majoranca pa dalë ende dosja, pa dalë akuza, lemë ndjekja penale, kështu ishte një dorë që i thoshte jep dorëheqjen edhe vazhdo ke drejtësia. Tani arritën ke ndryshimi i nenit, domethënë për katës që nuk pezullon dot një person. Diferenca është e madhe. Se si ti më ngacmon mua dhe prapa ty. Po prandaj ngacmon. Po mos e ngatroj historinë sepse dua të shpjegoj një gjë për tjetër, jo për ty mos me ty e bëjnë kafe këtë muhabet. Më dëgjoj një sekond. Po ta kishte të ndryrja ai do ishte që përpara. Toni Gogu nuk është, m'fali Toni Gogu, se merre sa i mirë me të s'kam nevojë të merrem unë. Toni nuk është deputet, është ministër, por nuk është deputet. Në rregull, me këtë ndryshimin që po ushton zoti kryeministër, pezullimin, me këtë ndryshimin e 242, Toni Gogu kthehet në një deputet sikur ta kishte zgjedhur qytetari. Jo më ka. Atëherë do të propozoj diçka të bukur. Deputet vetëm në rast, ore një minutë se unë sipas kushtetutës. Jo, një minutë tani. Fitni më burr. Ore neni 242 që ti do të ndryshoj thonë. Kolegji si quhet i kryeministrisë, kryeministror po themi, apo kolegji ministror e parashikon që një i zgjedhur siç është deputeti të jetë identik i barabartë me një ministër në raport me të drejtat që ka nesër apo ore edhe një herë po të them, aty ti s'kupton fare pra. Më dëgjoj një herë po. Është një ministër që i cili nuk ka imunitet, se nuk është deputet. Po, s'ka mandat deputeti, s'ka mandat zgjedhuri. Po. Ky ministër teorikisht me këtë nenin 242, po pa mandat deputeti, po të them, dhe pa ndryshimet, ky mund të shkonte nesër direkt në burg. Spaku merrte direkt arrest me burg për këtë. Se s'ka ne bënte me ligjin që ishte para. Për para. Mund ta bënte direkt. Po sigurisht mo, e bën se s'ka imunitet ministri. E qartë. A ka imunitet ministri ai Toni Gogu sot vëlla? S'ka. Nuk ka më. E drejtë, e drejtë. Me ndryshimin që po bën, ti nuk e arreston më dot. Një antar qeverisë. Po, okay. Nuk e pezullon, jo se arreston dot. Ora nuk e pezullon dot, nuk e arreston dot sepse do të shkosh edhe sepse ti ministrin, edhe pse nuk është deputet, ti e barazon tani me imunitetin e deputetit. Se këtu lexohet. Po kur o zotëri se po çmendet. Kjo mas nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Dhe thot po, mas e pezullimit pra. Mas e shtothot presidenti i Republikës bla 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 kryeministri me po. Por nëse Spaku shkon me kërkesë arrest direkt, s'ka nevojë fare as për imunitet për ministrin që s'ka mandat më burr. Po zotëri nderuar, po them një tjetër në rastin konkret për një ministër i cili nuk ka imunitet. Po jo se arreston. Për të arrestuar arreston o burri dot, po çfarë ka për të arrestuar? Jo, avokat, jo, sqaroj. S'ka mandat më burri dot. Ministri në parlament. O Denis, çfarë po e bën këtë ndryshimin? Po do të thash pra, është kjo nuk ka asnjë vlerë më po të them. Pse s'pas ka vlerë? Po s'ka ndonjë vlerë të madhe. Ma shpjegoj pse nuk ka vlerë. Sepse thjesht Spaku bëri këtë, le të themi nga Unaza. Kaloi një herë te pezullimi, pastaj erdhi te arresti. Mund të shkonte direkt në arrest dhe s'do kishim këtë problem fare. Tani, me që doli ky problem, këta e shtuan këtë që ta heqin problemin, nuk ekziston më problemi. Pra një ministër nesër në akuzë, siç thua ti, do vish vetëm në parlament zotëri për të hequr. S'ka Toni Gogu imunitet parlamenti.
E merr direkt se nuk ka imunitet ai, në si deputet. S'ka, e merr direkt në arrest atë. S'ka nevojë për kjo është vetëm për pezullimin, mos zotri. Kjo mas është fjala pezullim, jo arresti. Kjo mas nuk zbatohet ndaj pezullimi nuk zbatohet ndaj të zgjedhur vendor, plus presidentit, pra pezullimi, jo arresti. Arresti nuk ka ndryshuar. Për masën e arrestit për deputetin do vish në parlament për heqë imuniteti, ndërkohë për ministrin ka mandatet ai s'ka nevojë. Po pra, këtë po them pra. Kjo prandaj them unë ngjarje më e rëndësishme është javës tjetër, nuk është kjo. Kjo është një diskutim, hajde më po të bëjmë ne këtu. E vetmja gjë e bukur e këtij diskutimi është ai kauzi që përmendet ti, që Balluku me këtë ndryshim shkon në një gjykatë më lart dhe del heq pezullimin. Vetëm kaq këtë vlerë ka. Asgjë tjetër. Drejt që ai thotë për çdo person tani ti do vish në parlament, në pyetje shumë. Po patjetër, pse? Si për çdo person që ka mandat deputeti, jo për çdo person. Si, po kështu ka qenë bra. O Denis, ka barazuar në 200. O Gjoj, se ke 32 vite demokraci, por cila herë është përdorur kjo mas, në cilën pas 95-s, janë 31 vite, është herë e parë që u përdor. Dhe kjo u përdor fal, si thuash, nuk gjeti Rama, po të kishe gjeta zgjidhjen politike, s'do ishte përdorur as kjo. Pra kjo është rregull pra. Tani kryeministri shkoi në gjykatë kushtetuese. Nëse gjykata kushtetuese do i kishte thënë, jo, është e drejtë, kjo është e lishme që nuk kishte futur fare në këtë debat. Pa dhënë vendimin pa u zbardhur fletore zyrtare o burrat të po të zbardhur sa duash, po ajo s'ka përgjigje. Sa shërtua nga gjykata kushtetuese, domethënë kjo bën mutesh që ky është në betejë. Ore, edhe një herë unë nuk të thash që s'është në betejë, por në beteja kryesore është me hetimin penal. Hetimi penal pa barabartë. Edhe një herë, hetimi penal nuk është pezullimi. Hetimi penal është hetimi dosja që i përgatitet një ministri dhe shkohet në parlament dhe kështu është në çdo vend botës. Tani këtu edhe në rastin e Berishës atëherë u vendos që të shkoj me një mas tjetër spaku. Se përdorni këtë në çdo vend botës. Po s'ka më burrë, do shkosh. Ka një ligj që po vrave kobra se janë shumë aty. Tani kjo, më fal një sekond. Po ç'a kuptimi ka është konteksti ligjor i tillë. Pse duhet të themi në çdo vend botës? Ne kemi kuadrin ligjor plotësuar. Po se ke pra, dakord më e ke të plotësuar ti, po edhe ai thot, zotri, mua kjo që ke bërë ti, me i ke hequr funksionin ministres, sepse ministrja për mendimin tim, më një sekond pra. Po e ke hequr pra, sepse unë e mendoj ministrin të pafajshme, thot ai. Dhe ti më ke hequr një kompetencë që kam unë, kompetencë për shkarkimin e ministrit se kam vetëm unë. Sipas interpretimit të tij. Po kjo është më burim, patjetër. Shfrytëzoi një nen që ekzistonte, që u atakuan kushtetues. Shumë mirë, më në rregull. Kushtetuesja vendosi 4-4. Dhe fitoi spaku. Jemi në rregull këtu. Jam i kënaqur me vendimin e kushtetues, po është vendimi i saj. Por edhe një herë se tani spaku nuk do bëj ligje. Po na ndryshojmë nenin që gjej. Po prandaj kthehemi tek ajo që është politika. Pra ky veprim me drejt i thua është një vendim, veprim i qartë i kreut mazhorancës për të sulmuar drejtsinë. Thua ti këtë? Atëherë, nga krau tjetër ka një opozit që e shfrytëzon këtë dhe publiku lexon. Ku është e vërteta? Dhe këtu kthehemi tek ajo që me të drejtë diskutojmë. Opozita për tokë Rama normalisht mund të bëj nga këto ligje. Ai ne ka saliumur po patjetër, po si kujton ti? Po si zgjidhen jashtë mo? Si e shikon? Fal një sekondë, ora zotri. Ku çakalli e shoh tufën e deleve. Ju doni që Spaku të hetoj për te ligjeve. E bëri ligj më ka votat. Çfarë të bëjmë ne? Po që puna për Spaku më le mua të flas për atë pjesë. Po çfarë të bëjmë? Ai është aktor politik, çfarë do të bësh Ramës? Po më po, aktor politik. Ai është kryeminist, o zotri. Ai buxheton paratë tua dhe të mia. Dhe un kam gjithë drejtën e Zotit dhe ti kërkosh llogari për punën e tij. Këtë që po bën ti, për çfarë efekti ka kjo? A ka efekt për po ai po bën një shumë ministër ose të prezumuar si të korruptuar. Kjo eko jote. Po eko pra, shkon te publiku ky zë.
radiografia që bën avokati. Ky zë, a shkon te publiku zotëri? Jo, shkon, po ky publiku nuk ka vendimarrje ai. Themi se dhe fotën ja pas keni zirë shumë të bukur që Jo, e kanë thënë Gazbardi. Kthehemi tek problemi i madh që diskutojmë që këtu problemi i madh është opozita. Po, dalim tek opozita. Ke shumë të drejtë opozita ka Para se dalim vetëm kuriozitet. Nuk ma kupton prapë sensin e analizës. Çfarë do të thotë jetosh në një vend demokratik? Në Mbretërinë e Bashkuar, mbreti Charles, po t'i teket sot, shkon mund të arrestoj deputet, mund të shpërndaj parlamentin. Po diçka e tillë nuk ndodh që nga 1642, kjo është demokraci, se nuk e rregullon dot çdo gjë me ligj. Domethënë duhet të kesh dhe një sens të shtetit, të së drejtës, të institucionit. Domethënë është dhe çështje tradite, është dhe çështje ndër respekti, është çështje më e madhe se diçka e shkruar, se nuk rregullon dot çdo gjë me të shkruar. Edhe në këtë kontekst Rama nuk Po më tani ti e do Ramën mbretin Charles e do ti tani. Po tani çfarë diskutimi është ky? Po jo, ajo Denver nuk e dua më. Jo, ajo që ka Denver e mbretin Denver nuk e dua. Joy, ai po sillet në hapësirë ligjore që ti e përmendë pak më parë. Për shkak të hapësira ligjore nuk mbulon dot. Ora edhe një po them, Rama mund të shkoj nesër në parlament dhe thot, unë dua ta shkri spakun. Çfarë do t'i bësh ti? Se prandaj them unë ka balanca politika. Nëse ti ke balancë dhe kemi fatkeqësisht jemi vend pa balancë politike, po këtë po them ta kafshoj ku dua unë. Po kur ka balancë politike ti si opinion bërës, ke mundësi të thuash domethënë që kryeministri im po ja fut kot? Po ke mundësi ta thuash. Po s'ka efekt. Ke një orë gjysmë vllaç që se ke tani i bën freska po. Unë të thash gjë më themelore që ti si e marr akoma. Të thash, në rast se Rama, unë s'do merr me atë që thua ti. Në rast se Rama i heq imunitetin Zojës Balluku, atëherë mazhoranca ka kryer detyrën. Tani duhet të flem me ty o Denis që të besoj si ti. Mirë, dakor. Avokat, jemi tek akti i parë i kësaj mazhorance në raport me përpjekjen për të penguar punën e SPAK. Domethënë, ky është akti i parë. Deri tani kemi qenë te retorika. Jemi tek akti i parë që ka ndërmarr, hapi i parë që ka ndërmarr kjo mazhorancë për dhe unë po bie dakord për të goditur apo për të bllokuar atë që konsiderohet puna e përditshme e prokurorëve. Si e vlerëson këtë moment? Është thjesht filloi dhe mbaroi këtu, apo Rama nuk do ndalet në rrugtimin e tij për ta neutralizuar. Se s'mund ta normalizojmë. Dhe deri kaq sa ka bërë është shqetësuese. E mban mend si thoshte, pa ne s'bëj, ne garantojmë, ne mbajmë këmbë, ikën marinësat amerikan. Edhe kaq sa ka bërë është shqetësuese, megjithatë Po jo, me një herë e ke fjalën, po. E nis me avokatin, se avokati e ka ta diskutojmë me patjetër. Nuk është e para, se e ka nisur me komisionin Xhafa. Qysh vjet, me gjitha mënyrat do më thëmë për t'i bërë. Ti e qua retorik, unë se qua retorik, sepse ai komisioni Xhafa për para një 2 javë, 3 javë, filloi të trokiste në dyert e gjykatave dhe të prokurorive. Gjoja me idenë që ne po bëjmë kontroll, audit. Mikqyri. Okej, ishte më e maskuar, po them unë, po kjo është e drejt për drejt. Jo. Dakor. Ti quhet maskuar, Jo, në atë kohë ishte e maskuar për sytë e opinionit publik. Tani më po ndërhyn drejt për drejt në kodin e procedurës penale për të bllokuar një institucion që është SPAK-u në rastin konkret. Unë mendoj që Rama është në një problem jashtëzakonisht shumë të madh, sepse sapo ta thash pak më përpara, ka 57 bashki, i ka 57 ai ka atje. Të ke informacion, të gjitha e ka publikuar, e ka postim dhe madje kanë postim publik, madje të kam cituar edhe bashki të cilat është dosja shqepur, pra ka procedim penal të regjistruar, të cilat mund të jenë diku te 45 apo 46, se nuk më mend, dhe ishin vetëm 10 bashki të cilat janë në hetim, por nuk është bërë regjistrimi i procedimit penal. Pra janë në hetim. Po, më fal, bashkitë e djathta janë në rregull apo nuk specifikohet atje? Unë ti të më thënë që bashkitë e djathta, po flas Kavaja. Po. Kush është se këtë se di, Mirdita, se 4 janë ato gjithse. Bau Dez. Nuk e di. Mati. Jo, s'është çamati, më ku e ke Mati? Fusharzi, se më fa, se 4 janë ato. Po më bëri përshtypje domethënë se nga këto bashki ishin një 7-8-10, mos se duhet ta shikoj tani aty fiks. Pa probleme.
jo pa probleme, ishin në hetim, por nuk ishte regjistruar akoma procedimi penal. Kurse për të gjitha të tjerat, ka të regjistruar procedim penal. Tendera, shpërdorimet e tyre, leje ndërtimi për 1.1. Pra ti e kupton, mirë filli, që ke një shtet i cili është i gjithi në SPAK, mërbur. I gjithi, i gjithi. I gjithi në SPAK. Ajo të cilin unë bëj kritik në raport me SPAK-un, nuk është kjo, mo. Është çështja tek proceduralitetit dhe afatet procedurale të hetimit të gjës. Mua më duket, domethënë, sikur SPAK-u, kur ka qef i fut marshin e 5, dhe kur s'ka qef e le të fikun dishezi, themun. Po ka kaq shumë dosje, s'mund t'i fusi marshin e 5 për gjitha dosjet. Atëherë, Avokat, po prit të tema. Te tema po rri pra. Si bie SPAK-un qaf kot. Te tema po rri. Çfarë do ndodh me SPAK? Ta tema po rri më re, tani më gjej një sekondë. Po të ka dalë përpara 3 muajsh me vendim ta ka sjell Këshilli i Europës dhe thot shteti shqiptar i detyruar duhet të kthejë 33 milionë euro të IPARD-it. Ka si shkresë zyrtare qeverisë shqiptare. Duhet të ktheni, Ministrisë Bujqësisë duhet të ktheni 33 milionë euro të IPARD-it sepse sipas auditit të tyre janë fonde të korruptuara, të futura në cep të korruptuara. Pyetja që unë ngre është, ore, më tregoj një njeri nga Ministria e Bujqësisë apo nga AZBR-ja që sot është në vepër penale, mër. Ka 4 vjet që merren Frida Krifse në vëlla. Tani nuk mund ta mbash një person në këtë lloj mënyre, ose i çon veprën penale dhe i thua ti akuzohesh për këtë, ose thua ti nuk e bëra si faj. Nuk mundet që organi akuzës të bëhet një organ shantazhues. Të mban atij te cepi umnerës dhe thot kur të dua ta tërheq, kur dua ta tërheq këtu. Pas ka drejt Rama i bie. Me ty nuk merresh dot veslla. Po jo, po tani unë bëj me seriozitet gjithë bisedën, ti vazhdon të tregon historia me. Jo, po duhet ngacmoj sepse nuk dua të iki bisedës. Dua fatin e SPAK-ut, jo kritikat për SPAK-un. SPAK-u është ky pra. Futemi po duash te kritikat për SPAK-un. SPAK-u është majoranca ku do shkojë. Dyshimit të nenit, të thuaj. Jo, SPAK-u pasi majoranca dhe unë jam dakord se të preki këtë nenin 240. Ore, nuk është prekja këtij neni, nuk është se krijon problem SPAK-u në vetvete. Faleminderit. Se më sulmove kot tani. Denisi. Pra. Se Gjoj Flasa mos flas më. Mbaroj. Sa mos fol më. Le të flasë Gjoj se është më mirë. Shikon këtë sepse e konsiderove këtë goxha shumë të madhe në raport me atë që po ndërmerr kjo qeveri për të bllokuar punën e SPAK-ut. Po të shohim ret që nga 2013 kur reforma në drejtësi ishte në programin e PS sa tërshme, Rama dilte si partizan i parë, si flamurtar i parë i reformës, gjitha vite që kemi kaluar, ka thënë që pa PS nuk ka reformë drejtësi, do ta shkri këneta, ku të diun gjitha këto fantazirat që ai përmblidhte. Me rastet e Olta Xhashkës, deri diku te Erion Velia, që atje pati ndryshim qendrimi me Ballukun, kemi të bëjmë me një ndryshim tërësor të asaj çka kryeministri ka predikuar, domethënë për gati një dekadë. Pra thoshte nuk merremi me çështje drejtësisë, nuk mbrojmë njeri. Kjo është vërtet. Bënte edhe batuta për shprehjen e gjatit të lëshon, sepse ashtu kishte ndodhur. Lëshimi kuptimin, siç e themi në zhargon popullor, nuk kuptonte që PS-ja nuk bëj barrierë për çështje penale. Atë pati diçka të rëndësishme që ndodhi, pan ministra, pan drejtor, pan deputet, pan ministra. Po pra, ndërtoi vetë një standard shumë të mirë që ishte për të vlerësuar, se po të vendosesh nga pozita e atij si kryeministër, kur po të handët tut nuk është ndonjë ndjesi pozitive, por kur pam që kjo po ndodhte, okay, thon bravo, ka një lloj mos pengese në raport me institucionet e drejtësisë. Po tani po shohim, merru me pagën, merru me çështje konkrete, merru me emra konkret, ndro ligje në gjykatën kushtetuese, domethënë në këto 2 vjet kemi parë diçka që s'ka ndodhur në 10 vitet para tyre, dhe besoj që dhe në këtë pikë situata shqetësuese. Leonardi përmendi komisionin Xhafaj. Po të pyesësh çdo person, askush se ka të qartë se çfarë bën në vetvete ky komision. Llafet janë, dyshimet janë që është një lloj forme presioni, ndoshta edhe me
disa të drejta që parlamenti i ka deri diku si institucion mbi këqyrës, kjo ndodh në traditat, po themi, amerikane, ku kongresit merr dhe të pyet për çfarë lloj çështje, po në Shqipërinë e vogël këto institucione sigurisht që krijojnë dyshime se mund të kenë nga pas një lloj presioni që mund t'i bëhet prokurorëve, agjentëve BK-s e kështu me radhë. Kështu që besoj që dhe në pikën ku jemi, kundërshtia në raport me drejtësinë nuk është e pakët për vetë premtimet politike në radhë parë, për kulturën demokratike në radhë dytë dhe për pavarësinë e gjyqësorit në radhë tretë, çka është më e rëndësishme. Unë po lexoja në fakt lajmin se është pasqyruar lajmi, agjencia Reuters e ka bërë lajmin dhe si është titulli? Titulli është që kryeministri po mundohet të ndalojë, le të themi, shkarkimin e ministrave nga gjyqësori. Dhe kjo fjali intereson Ramës, se në këtë sens, prandaj them duhet t'i ndajmë gjërat. Rama kërkon dhe ka përdorur këtë kartë që ministrat, pavarësisht se është pezullim, de facto është shkarkim, sepse nuk janë detyrë, nuk firmos asgjë kësaj natyre. Dhe Rama këtë do thotë që ministrat nuk mund të shkarkojë një gjykatë. Dakor? Gjykata mund t'i hetojë ministrat, mund t'i dënojë, po jo t'i shkarkojë. Dhe kjo është kompetencë ekskluzive e kryeministrit. Pra, duhet ta kuptojmë, kjo është e ndarë me çështjen e imunitetit në parlament. Kur të vi puna tek vota, aty do dallohet sa ka ndryshuar qasja e Ramës ndaj Spakut apo jo. Pra një vot dorëzoi apo jo, një vot pro heqjes imunitetit do të thotë që linja vazhdon. Një vot kundër, atëherë i madh dhe i vogël, i majt dhe i djathtë në këtë studio apo në studiot të tjera do thonë po, Rama këtu e ndaloi drejtësinë. Kaq e thjesht është. Kurse kjo e pezullimit është më, si thosh, është më romantike kjo, sepse edhe karta që luan Rama është e drejtë në këtë vështrimin tim, që gjykata nuk mund të, pavarësisht se është ligji aty që ha vend për diskutim, ministri nuk mund të shkarkohet nga një gjykatë. Unë kam tjetër qasje për demokracinë, nuk jam nga ato, sepse ne nuk kemi republikë presidenciale. Po këtu, po të pyesësh, socialistët thonë, nuk dim gjë ne e ka në dorë Rama për të vendosur një ministër. Ndërkohë, demokracia e brendshme duhet të ishte ndryshe. Nuk mund ta vendos Rama ministrin pa pyetur grupet e PS-s. Denis, ka që thjesht. Po ne po flasim për de facto. Deri tani Spaku edhe sot kishim, mos gaboja sot a dies, edhe sot kishim një reagim të ambasadës gjermane që e vinte si kusht. Reforma ndërmjetësisht kusht për integrimin. Deri tani nuk ka asnjë ndryshim në kursin e Spakut. Prandaj thash që nuk do ketë ndryshim, po thua. Po nuk do ketë, mo kjo edhe një herë, kjo e pezullimit është 5 me hiç, i themi ne ande nga jugu. Kuptimin që është thjesht një nuk është pengimi i drejtësisë. Po jo, pra s'është pengimi i drejtësisë. Se po e bën. E bën edhe një herë. Se s'ka impakt. Unë nuk e di se jam te veshi Ramës, por mund të jap një motiv që ndoshta ty do të duket pak absurd, po mua e bën edhe për kapriço. Sepse Rama ka marrë një superpushtet dhe nuk e duron dot që një gjykat ti shkarkojë apo ti emëroj një ministër. Unë ta thash, PS-ja ka ndryshuar në mënyrë radikale me Ramën. Dikur Nano për të vendosur një ministër pyeste 3-4 grupe në PS që kondiciononin dhe kryeministrin me votë. Tani ka rënë kjo xhoi. Tani Rama është vetë zot, vetë skop. Madje ti e di shumë mirë që ministrat nuk e din fare që do jenë ministra. I lajmëron në televizor ai dhe tani këtë kënaqësi që ai ka duke emëruar dhe shkarkuar ministrat, del një organ tjetër siç është gjykata dhe kërkon t'ia marrë. Kjo është një betejë, mos e shif, mund duket edhe kaq e ti. Sepse do merren me psiqikën. Jo, s'është çështje psiqike, kjo është çështje autoriteti. I thot autoriteti në qeveri jam unë dhe nuk mund guxoj asnjë gjykat më shkarkoj një ministër. Ndërkohë kur vjen puna për imunitetin, hajde zotëri aty po. Prandaj them unë, do ndahet shapi me sheqerin kur të vi vota në parlament. Për Erion Veliajn, pse u dorëzuan mes rrugës Edi Rama? Si u dorëzuan mes rrugës? Dorëzuan mes rrugës, 2 ditë bëri protest në Spak, mblodhi dhe punonjësit e bashkisë. Po ema ishte protestje e bëri Erioni, mos e bëri Rama. Po, e bëri Erioni me ato ishin emocione. Arrestimi pse e braktisin në një moment. Ku është Erioni tani? Se duhet, prandaj po ti duhet shohësh gjithmonë thelbin. Edhe një herë bashkisë në sajt të iniciativës së vet për të Jo. Për Ramën, Veliaj do ishte i shkarkuar. Po pra, në rregull. Se s'është i njëjti standard me Ballukun. Po edhe ta shpjegova edhe një herë, pra Rama ka kapur një kleçk që është
po ta dëgjosh, por çdo europian që e dëgjon thotë ke drejt zoti kryeministër. Është kletë njëjtë me Veliajn. Dëgjoj edhe një herë. Velia është i zgjedhur drejt për drejt. Edhe një herë, për Veliajn ai shkoi në gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese e la Veliajn punë, nuk e la Rama. Po Velia në gjykatë kushtetuese, jo Rama. Po. Po pse shkoi Rama për Velia në gjykatë kushtetuese? Edhe një herë pra nuk i mori njëri. Ta jep dorëheqje. Rastin e Veliajt nuk i mori Spaku kompetencë Ramës, më buri dhe pse ngatrohesh? Spaku bëri punën e vet. Një funksionari. Po jo më buri dhe edhe një herë. Që ikën nga detyra, tash ky është parimi. Ky parim është për pezullimin edhe një herë, mos i ngatrojnë gjërat. E për në rastin e Rionit shkoi direkt në arrest Spaku. Kaloi. Ngatroj gjë. Ideja është tu, çfarë thot Rama? Që parimisht ka një lloj të drejtë, thot pse për një person të zgjedhur ose në kryet një detyre, pa një vendim formës prerë, detyrohesh ta heqësh. Jemi dakord? Jo, s'është kjo që thot Rama. Kjo është nuk thot për ditë. Po nuk thot këtë Rama pra, se nuk hyn te çështja e vendimit dënimit, është tjetër gjë, është kapitull vete. Ai thot këtë. Gjejmë sinkron që thot këtë. Ai thot këtë gjë pra, nuk mundet që një gjykat të më shkarkojë një ministër mua pa hyrë në proces penal. Procesi normal po të dënohet, e dil Leonardi, kur nëse dënohet nesër ministri, normal që ministri nuk mund të jetë në detyrë, se është dënuar. Por si parim Rama kur i thot atij veshit europian apo veshit amerikan, i thot, o e zotri, thot, kam një gjykat që ma shkarkon ministrin pa okejin tim. Dhe normalisht ata thonë ke drejti. Nuk e vendos Rama, por e vendos gjykata. Ka drejtë e Denisi këtu, ka shumë drejtë. Sepse deri tani Spaku teorikisht i çonte në gjykat të gjithë ata njerëz të Ramës të cilët Rama i kishte hequr. Pra Spaku nuk po ishte paradhom, Spaku me Arben Krajen dhe me Altin Dumanin teorikisht ishte një lloj paraministrie e Edi Ramës mo. Sepse kur i shkovi te dera Ilir Beqajt e kishin zhveshur. Apo Arben Ahmeta apo cili do tjetër aty. Pra e kishte zhveshur, e kishte larguar Edi Rama, të nuk mante një, mos më ndërhysi, se nuk të fola si fjallin. Lajmin e Reuters dhe vetëm atë komentoj, je dakord me atë Landi? Duro pra të ta shpjegoja tani. Pra, tani Rama po i thot këtyre, që juve nuk guxoni të bëni pa marrë leje mua, po e bëj metaforikisht. Po, dakord. Pra, ju do bëni atë gjë që keni bërë deri tani. Pra, ju do ndiqni të njëjtën rrugë që kanë ndjekur Ben Kraja, domethënë Spaku në drejtimin e Ben Krajës, edhe të Altin Dumanit. Nuk mund të vishti këtu mua, pa më pyet mua ta arrestosh ti atë. Jo, s'ta lejoj këtë. Kur ta hequn Belinda Ballukun shkoj arrestoje. Kur ta hequn Delina Ibrahima shkoj arrestoje. E qartë. Kur ta hequn në Kumbarën shkoj arrestoje, apo Pirovëngun. Kjo është historia. Pra ky e ka jo më kot të thash në fillim fare, Lukashenko, Putini, Erdogani, siames të këtia. A mundet këta njerëz të dalin para pasqyrës dhe të thonë sa i bukur nuk jam? Se bën dot. Është çështje narcisizmi. Janë të smur vlla. Po ti futesh po të merresh me këta nga ana psikologjike të siguroj që ka një sindrom. Ai ka këtë licencë avokat. Mos vall lidhet me se duhet kalojmë tek vizita e Ramës në Washington. Vetëm ta mbyll me sekond. Vetëm një sekond. Tani ndryshimin që ndodh në raport me këtë çështjen për të cilin po flasim, pezullim apo jo, pse e kërkon dhe pse nuk e kërkon, qëndron thjesht në faktin që Rama nuk është problemi se nuk i ndryshon dot ministrat. Po a këta ministra për t'i ndryshuar, të kujt kanë qenë vlla? A kanë qenë të Ramës po? A kanë firmosur për Edi Rama këta ministra? Po. A mund të implikojnë këta Edi Ramës si kryeministër? Unë them se po. Sepse mua nuk më bën kuptim ideja domethënë që Mirela Kumbaro ka teorikisht nuk di të ketë dosje për të në SPAK, po më bën shumë çudi domethënë për Butrintin, po Drilonin, atë dreqin tek në Sarand, e shumë gjëra të tjera dhe nuk pas ka as edhe një lloj çështje për zonjën Kumbaro. Shkojnë arrestojnë kryesoren, sekretaren dhe nuk nis ka këtu. Po për 32 milionë euro që jetohet Pirovëngu. Pra, Edi Rama po mbron veten e vet mo njerëz. Nuk ka lidhje me fatin e Angela Gaçit avokat se para se sa bukur se harrova këtë. Angela Gaçi apo Melinda Kaçanaj. Vazhdoi po thua goditjen. Unë nuk e di se jam kokën e tyre, po them një tjetër, me këto largime që po shikojmë, no? Atëherë unë uroj shumë. Të kanë thënë kur më ke pyetur për para një muaji do jetë ndryshe ky Spaku tanishëm me Klodian Bravo me atë të Altin Dumanit, të kam thënë sikur asgjë mos bëj Klodian Bravo do jetë më mirë se sa Altin Dumani. Se Altin Dumani ishte zi.
në raport me hetimin. Unë flas si jurist. Se ishte zi, se kuptuam. Unë flas në raport me hetimin, ti vazhdo bëj historia tua si gazetar apo burr. Rregull. Ja të ta shpjegoj edhe një herë dhe mbyll tu. Shikoj personazhet pas një fjali e ke me mua. Po. Një çështje hetimore zotëri nderuar me kod procedurës penale nuk mund të hetohet më shumë se sa 2 vjet. 2 vjet. Në rregull, sa vite ka incineratori? Sa vite ka teatri, sa vite ka ekoparku, sa vite ka Megoni Gali, sa vite ka 1001 ajo 2 tigrat, se i arrova ato 2 tigrat që i paguan 95.000 euro në ditë, sa vite kanë? Do të parafate tani çfarë më kërkon mua sa vite kanë? Tani Spaku është dhjetor 2019, po shkojmë... Agaçi për kë është avokat? Për incineratorët. Agaçi është personi, sipas analizave që bëhen, që ka qenë truri i incineratorëve. Pra Spaku po shkon ke një nga çështjet më që se ka hetuar kurr nga ana procedurale. Se ta hetosh incinerator nga ana procedurale do të fillosh në vitin 2013. Do mbyllet hetimi me këtë nenin që të ndryshohet. Në 2013 që të thuash pse u bën ato memot e famshme që domethënë që proklamonin urgjencën mjedisore. Mand ato urgjenca mjedisore me plerat. Pra u bën ato 2 memot e famshme, ndërkohë që ato kontestoheshin nga Shkëlqin Cami, aso kohë ministri, apo edhe nga Emonela Felaj, aso kohë që ishte ministra, apo në zëvendës kryetar parlamentit, diçka e tillë. Pra janë të thella këto historira. Problemi që ndron këtu që këta 20 prokurorë të Spakut. Vajtja tek Angel Agaçi, çfarë para imron avokat? Se tash nëse do shkojë te Angel Agaçi, atëherë do Belinda Balluku do shkojnë deketimi, domosdoshmërisht hetimi i procedurës së ret. Sepse që ta kuptoj nga ana procedurale, çdo mbledhje qeverie ose çdo vendim i Këshillit Ministrave kalon më së pari nga drejtoria juridike në kryeministri dhe merr kundër firmën e sekretarit përgjithshëm. Çdo gjë merr kundër firmën e sekretarit përgjithshëm, pastaj kalon në qeveri. E qartë. Pra çdo institucion, drejtori brenda Këshillit Ministrave varet nga sekretari i përgjithshëm. Kështu që çdo gjë aty varet nga ky zotëria. Hetimi procedurës çfarë nxjerr më pas avokat se po pse është bër? Memoja pse ju dhan 8% bonus një kompanie që nuk ekzistonte fare? Pse u firmosën 17 vendime? Pse nuk kemi incinerator dhe paguajmë 29 euro për ton, ndërkohë që ata janë... Është e vërtet që është thirrur Spaka Agaçi, pastaj është... Se nuk e di. Se djuam atë ditë sikur që rregulluesi lajm, po a kemi të bëjmë tani më, nëse Rama sot ka vendosur... Mund të ketë shkuar dhe Spaku te Agaçi, mos u çudit. Kanë shkuar me patllake, thot kryeministri. Po pra, kanë shkuar edhe, nuk ja ka marrë dhe ati deponimin, nuk është... Mund të kenë shkuar, po kanë shkuar, se është thënë, por jo, ajo që duhet diun është, a jemi në një luftë hapur midis Spakut dhe kryeministrit, ndërkohë që kryeministri ka marrë përsipër që të bëjë këtë ndërhyrje, Spak mund të, le të themi, të rrisi shpejtësinë e goditjes Agaçit, çka do ta trondiste Spaku nuk ka nevojë fare të rrisin në shpejtësi tjetër ret, ai ka nevojë të mbyllin ato që ka. Dakor, a jemi në një luftë, po them unë. Po më luftë, po unë luftën dua ta besoj kur qellohet me armër, jo kështu në ajër. Unë po them, të duket pak largimi i Agaçit? Se, po, domethënë, nëse jemi para 2 vjetëve, njerëz ka padur Rama afër gjithmonë. Ti keni edhe 33, unë të them ty një gjë tjetër. Jo, po të them për këtë që thot Redi, Rama ka patur më afër në, po themi, ushtrimin e pushtetit në kuptimin administrativ, Endri Fugën, Agaçin dhe Vali Bishkën, 2 prej 3 janë më apo jo. Jo, të 3 janë. Se dhe Endri ka ikur, ka kohë domethënë për hesapin e tij. Ore, një fjali e mbylla. Të thash pak më përpara, nuk ka nevojë të shpikin. Të ka ardhur Komiteti Evropian dhe të ka thënë më kthe 33 milion. Dakor. Unë jam dakord me këtë. Po mirë, pra, këtë pikë. Tani pyetja ime është çfarë paremon goditja e Agaçit, këtë po them unë. Asnjë gjë në momentin kur ti nuk bën atë që ke për detyrë për të bërë, nuk do thot asgjë. Po s'më intereson fare. Pak, domethënë do të hakmerret për ndihmarrjet. Ti të lodh fare pa. Unë kam këtë gotën e ujit tuti, më thua mua të cili gotë më të madhe aty më ata. Po ja pra ato këtë një për 3 ditë kërkoi komunitetit. Po. Red. Po. Ke këtu. Ke vendim gjykatës kushtetuese për teatrin më burr. Kush e shemi teatrin më vëlla?
Dakor. Ti dakor, vazhdo. Jo. Mirë. Është nervoz avokati. Është nervoz avokati. Si e shikon Një debat me avokatin se me thënë për mendimin tim, dumani ynë tek prokurorët e mirë dhe ti mund me shumë të mirë, jo të mirë. Aty dajmë një këndvështime ndryshme për gjë atë. Tani, këte tregon rekordi vetë, dhe më thënë nga shoqërimet, ke arrestime, ke ndikje penale, ja ku janë pas nesh ke njerëzit më të rëndësishëm. Ne harrojmë shumë shpejt çfarë drejtësie kishim, avokati me të drejtë. Dhe këtë e them pa ironi që për çështjet që listoj ka patur vonesa, por ne kemi drejtësinë që se s'dua të bëj këtë dëshi që fajin e ka Saliu, po s'është zvarr 21 janari dëshi. Më kuptoni ngjarje 15 viteve më parë. Vonesa në drejtësi ka në dosje delikate dhe sigurisht që marrin kohën e tyre. Fakti që preket Agaçi nuk është një person do si do të është. Jemi sinqert, dhe po të ishte kaq komod, do ishte ende në detyrë. Kjo tregon që Spaku është deri tek paradhoma e kryeministrit. Pra ka arritur nivel hetimor shumë pranë shefit të ekzekutiv. Kjo nuk është më çuditëni, se po flasim për Arben Ahmetajn, ish zëvendës kryeministit, po flasim për Belinda Ballukun. Është personi dytë në hierarki, po flasim për Agaçin, po flasim për ministra. Këta janë pjesë e enturazhit qeverisës kryeministrit. Nuk mund të flasim më që Spaku i druhet, po është fiks paradhoma, domethënë. Dhe në këtë kuptim mendoj që puna ka qenë e pamenduar edhe nga, po themi, optimistët më të mëdhenj të reformës në drejtësi. Tash jemi realist me çfarë prisnim, madje edhe në 2 vitet e fundit ose 3 vitet e fundit red, arrestohet një ministër, jo nuk arrestohet dot Erion Veliaj, arrestohet Veliaj, jo nuk arrestohet dot Belinda Balluku. Tash kjo nuk e di, opozita sikur i tregon objektivat Spakut apo jo. E dim që nuk është një institucion perfekt, nuk ka institucione s'ka në botë, jo të ne. Ku ka qenë hetimi i mundshëm, se hetimi i shtrirën shumë vite bëhet dhe më i vështirë. Po ku ka patur prova, erdhë ose vonë Spaku ka vepruar dhe kjo nuk nda. Po, e qartë. Denis, si e shikon këtë në fakt ishte këtu thjesht një koment doja, pastaj kalojmë tek. Shiko, unë nuk dua të thjesht çfarë është bërë deri tani nga Spaku mban firmën e Zoj Dumani, kjo do të thënë. Ajo çfarë ne prisnim paktën në këtë muajin janar dhe shkurt ishte çfarë do bëj Zoti Braho. Pra, është ai në test sot. Ne nuk e dim se çfarë po bën kreu i ri i Spakut në raport me dim që ka hetime, dhe Rama e konfirmoi duke thënë për vit të ri 40 kontrolle. Kjo tregon edhe një herë që ka hetime të forta. Berisha konfirmoi prapë sot që ka hetime, se tha po hetohet mbesa ime. Prapë kishte lindur në atë kohë. Po mbesa nuk po hetohet për vitet para lindjes, se ky është tjetër spekullim. Mbesa po hetohet nëse ka pasuri, se nuk na i tregoi Berisha për çfarë hetohet mbesa. Po ky është tjetër muhabet, nuk është thelbi i diskutimit. Pra këtu ka hetime të forta dhe këtu bie dakord me Xhoin që është ky Spak po i bën këto hetime, nuk po i bën ish prokurori i përgjithshëm që kishim në këtë vend. Pra, hetimet tregojnë që Spaku nuk po ndalet. Dhe për sa kohë Spaku nuk ndalet, këtu s'ka vend për të shqetësuar, se do bëj tentativë politika për të futur rrota Shkopin në rrotë, kjo është më se normale. Unë do ju kujtoj vetëm një moment kohor, dhe këtu besoj do ta mbani mend edhe Xhoi, se gazetar, po edhe Leonardi, ka qenë një moment ku anormal në këndvështrimin tim, ku Erion Veliaj mburrte e prokurorët e Spakut. Dakord? Kolegët. Kjo ishte situatë anormale, sepse ti, duke qenë objekt i hetimit, nuk mund të mburresh ti, pastaj kur Erioni u fut në barikadë përballë Spakut, aty shkuam te situata normale. Dhe tani ju mos prisni që Rama dhe Berisha të mburrin Spakun. Nuk ndodh kjo, se po ta mburri do të thotë që s'po hetohet. Fakti që ata ngren, si thua, shqetësime dhe mund të jenë drejta, për shembull kjo nuk e di tani si e ka kodi i procedurës penale, nëse mund bësh kontroll banese mes natës, a mund bësh kontroll banese, këto Leonardi mund ta shpjegoj, po kjo tregon që Spaku
Po, për paronën e time, pavarësisht tamtameve të mëdha të politikës, ata po hetojnë. Ka pas Ajo që unë së fundmi, Denis. Po, patjetër pra, të gjitha këto vizitat tregojnë që spaku nuk do ndalet. Të gjitha hetimet tregojnë që spaku nuk do ndalet. Në rast se nuk do kemi as vizita dhe as hetime, do themi unë ndal spaku dhe nuk do bëhet asnjë lloj hetimi i rëndësishëm. Po nuk kemi arsye ta dyshojmë tani se Rama ndryshoi një nem të kodit procedurës aty që thot për çështjen e pezullimit. Mund ta hetosh ministrin dhe para e pezulluar fare. Sepse ti ke një armë më të fortë, mo, zotëri. Në rast se ti akuzon një ministër për korrupsion, shkon direkt në parlament, më xhoj. Pse habiteni? Votat ai, ky është problemi i parlamentit. Jo, këtu them unë. Tu ndahet shapi nga sheqeri, nëse Rama nuk voton për heqjen e imunitetit, atëherë do ulemi prapë do na ftojë Redi, do themi po, këtu është tjetër diskutim. Por deri tani s'ka ndodhur. Apo jo, mo Leonard, ka ndodhur ndonjëherë? Unë uroj që të dalë Edhe në rastin e Tahirit, ja hoqin imunitetin, mos e Po, ja hoqin. Po, për arrest shpije, jo. Po si ja hoqin o Denis, se ti lul nga mente kokës. Shkruan për arrest, i thanë jo s'no arreston, do të hetoje. Si ja hoqin? Nga ja hoqin? Pa ishte, e la vetë imunitetin. E la pastaj 4 muaj, 5 muaj, kur i shkojs krimet e rënda asa kohë dhe i thanë, jo më jo nuk je për shpërdorim detyre, je për grup të strukturuar kriminal. Dhe Rama tha prita se tani tha s'mund të të mbaj do të thata. Okej. Atëherë do ta shohim kur të vijë java tjetër. Shpjegoj edhe skenarin. Avokat, tani më thash Rama folëm sot për një vendim, një firmë të kryeministrit që shkon drejt për drejt tek bllokimi i punës së spagut. Ndërkohë, në datë 19 më duket, Rama do të jetë në Washington. Si e vlerëson në raport me izolimin e deri tanishëm ku ka qenë kryeministri në raport me Shtëpinë e Bardhë, si e vlerëson këtë moment politik? Tani izolimin nuk e di se si ta quash ti izolim. Po, prej ardhjes administratës Trump nuk ka patur asnjë takim të lartë të kryeministrit Rama takim me zyrtar të lartë të administratës Trump. Po pse duhet kishte? Duhet kishte domosdoshmërisht, kishte në sillariç në gjë që do duhet ta ndante. Po flas për shledzuar në këtë formë, po them. Me mamie tani ti në këtë formë edhe për faktin se po zëdhën si Berishës. Jo, goditën edhe 2 prej njerëzve më të afërt të kryeministrit dhe kjo dha një ide sikur Trump, po sigurisht sipas narrativës kryeministrit. Pra, ideja ishte që duke qenë se Rama është një ushtar i Sorosit, se kështu u bën zgjedhjet me Lasivita në atë kohë, ardhi administratës Trump do t'i hiqte atë mburojën politike që ka patur deri tani nga Soros dhe s'pak do hetonte i lirë do shkonte deri te kryeministri. Dhe Trumpi tani e ka falur për të gjitha dhe tani po e thret në shtëpinë e parë. Ideja është si ta lexojmë për ata që po na dëgjojnë. Është ky një presidenti Trump ka ndërmarrë një iniciativë që për mendimin tim ka qenë e përkthyer si një lloj dualizmi ndaj OKB-s, se po ndryshon në mënyrë globale bota ashtu. Po krijon, ka këtë dashur të krijojë dhe po krijon këtë bordin e paqes, i cili në vëllësat e veta, në ditët e para kur u shpërnda, pretendohej se do kishte mbi 150 vende të cilat do t'i afiloheshin, me qëllim që të krijonte realisht këtë lloj dualizmi të OKB-s, ku normalisht do drejtonte presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, perandoria pa perandor, sepse aty ndryshon perandori në 4 vite apo në 8 vite, po perandori mbetet. Kjo është historia dhe do krijohej kjo lloj ide dhe aty u ftuan të gjithë bota u ftua aty. Se kur u ftua Kim Jong-un, ai Vietnamit, Lukashenko, Putini, kishte në arsye që mos ftohej Shqipëria. Nuk fuçi fjala vjen. Po e thua ti këtë më burr. Jo, nuk është ftuar. Po e thua ti pra ti, nuk e di. Po nuk është ftuar pra sepse. Ami bravo, ai di tjetër. Ka një listë me emra që nuk janë ftuar, tani, po. Pjesa e Europës hiq Hungarinë, përjashto Hungarinë, e ka refuzuar totalisht bordin e paqes. Sigurisht Shqipëria nuk e refuzonte, se ta refuzonte me shqyqyqin aeri, tha, të shkojmë të marrim pjesë aty. Madje pas 3 vite, po patëm në mundësi, t'u japin atë $1 miliard, që është si lloj kuotacioni për të marrë pjesë. Pra, për ty është një ftesë
rutinë që në nuk datën ka lidhje në me datën 19 rilegjitimimin e jo, Ramës. s'ka fare, në datën 19 Bordi i Paqes do mblidhet për herë të parë në një mbledhje. Po. Ashtu. Tani përderisa do mblidhet për herë të parë, sigurisht që aty do marrin pjesë ata që kanë pranuar që të jenë pjesë e Bordit të Paqes. Si do të ftojnë në OKB? Po, si të ftojnë në OKB, thotë Xhoja, fiksa që është. Tani do do të ketë një ndryshim shumë të madh, që këtë se di, mu se di të paktën, në qoftë se Donald Trumpi nga ata 50-60 veta që do jenë aty nga Argentina, Paraguay, Afrika, lindja e mesme, Shqipëria dhe Kosova, do t'i thotë Edi Ramës, ti lider global, do të m'japësh 5 minuta mendime tani të zyra ovale. Cep. Atëherë pastaj Denisi do bëj një 4 emisione 2 javë rresht. Nuk se çfarë foli Edi Rama me Donald Trumpin. Nuk është i zhvillon takime në fundjavë dhe nuk më ka. Si e vlerëson këtë mund ta bëj. Me gjithë kritikat që kam unë për Ramën, besoj i duhet njohur një lloj talenti në politikën e jashtme. Për shembull, e shoh Leonardin që buzëqesh, po mund të ta debatojmë se deri te drejtësia ishim bashkë. Bordi i Paqes është thjesht një iniciativë, si thua, më shumë e shtyrë nga iniciativa personale e Trumpit. Është një lloj kundërpërgjigje ndaj burokracisë së madhe që ekziston në OKB. Dhe OKB, po ta kemi parë, Këshilli i Sigurimit që përbëhet nga 5 fituesit e luftës së dytë botërore, nuk është se ka bërë diçka konkrete. Për shembull, debatohet prej 18 vitesh statusi i Kosovës. Atje nuk gjendet kurse si një dakordësim përpara. Ata i mbeten ende rezolutë. Tani bordi është një lloj qasje e njëanshme e realitetit botëror, ku besohet se angazhimi konkret i faktorëve predominues mund të bëjë diçka për paqen. Trumpi thotë që kam përfunduar 8 luftra ose i kam shmangur dhe ka ftuar në këtë iniciativë shtete të ndryshme të botës. Bien në sy për shembull ftesa për Vladimir Putin, për Lukashenkon që Leonardo nuk e ka shumë qef. Është ftuar për shembull kryeministri grek Mitsotakis, nuk është se ka pranuar. Për rastin e Vučić nuk e di, ajo që bëri çudi ishte refuzimi i Giorgia Melonit, që dukej si një person shumë... Italia do jetë si vëzhguese, ka vendosur sot. Ka një problem me kushtetutën mos pjesëmarrja e Melonit. Kjo është justifikim se... Po s'është vetëm kushtetuta, është se Italia është një nga vendet e rëndësishme të BE-s, nuk do ta kalonte kaq kollaj, por si vëzhguese ka vendosur të jetë. Hungaria si... Hungaria po është vendosur, edhe Bullgaria është. Për Ramën dhe raportet e tij me administratën Trump, si vlerëson Gjoj? Urimi për mandatin e 4 nga ambasada amerikane nuk më duk shumë i ngrohtë. Ky ishte një element që nxiti dhe s'pati fare për atë. Po një lloj përgëzimi, urim rutinë. Urojmë popullin shqiptar, ka qenë. Se kishte fjalën urojmë Denisin për votën e tij që hodhi. Ndryshe nga 4 vite më parë që ishte urim nominal për Ramën. Leta vazhdoi analizën e saktë. Pse ngatron? Se që ambasada e ka rraur diku në Bodrum e Edi Ramën, po se mua nuk më duk urimi i ngrohtë. Kaq mund të them se është diplomacisë, mund të themi që na vjen ndërmend pavarësisht se mund të mendojmë shumë gjëra. Ramën e kishim parë ndoshta ajo në raportin që mund të kishte me Bidenin, sekretarin Blinken. Për shembull, Blinkeni erdhi në Tiranë, John Kerry ka ardhur në Tiranë, ishte sekretari i shtetit. Me Blinkenin kishte edhe komunikim për çështje të tjera, nuk e kemi parë me Rubion deri tani, nuk e di ma do e kemi, po me Blinkenin kishte komunikim personal. Në raport me Rubion nuk e di. A kishte një marrëdhënie të ftohur, mbas edhe mund të kishte, por nuk mund ta themi me siguri. Dhe mungesa e një ambasadori e bën pak më të vështirë për të lexuar raporte konkrete. Kemi parë që Trumpi e ka marrë seriozisht
çështjen e Sorosit, dim që Rama ka një akses të madh tek Sorosi, se sa problem ka qenë tash unë nuk mund ta them në kushtet që Ivanka Trump shpenzon ditë në Shqipëri për çështje biznesi edhe të tjera. Megjithatë, Ramës i duhet njohur një lloj talenti në diplomaci. Kemi parë samitet mbahen në Tiranë. Samiti më prestigjioz në Senato do të jetë deri atëherë është ai viti 2027, që mund sjell, po themi, liderët e qeverive nga vendet më të fuqishme të planetit. Pra, ky është një lloj talenti. E urrejmë ose e pëlqejmë Ramën, ka arritur ta bëj diçka të tillë. Sa i takon pjesëmarrjes në Bordën e Paqes, hyn ke gjërat normale, madje debati që duhet shtrohet parimor është nëse Shqipëria bëri mirë apo jo, kur vende mike si Italia, Gjermania, Franca hezituan të bëhen pjesë. Ky do të ishte debat. Po pjesëmarrja në tryezën e Bordit të Paqes, aleatët më të rëndësishëm SBA-ve, po gjithsesi, Denis, si e shikon se jemi drejt mbylljes? Besoj është një... Çfarë do të prodhojë kjo vizitë? Se duket sigur kjo vizitë e ka prishur atë narrativën, e ka shmontuar narrativën që ishte ndërtuar. Shiko, Rama patjetër me këtë vizitë e prish narrativën e opozitës, edhe pse nuk është se duhej një vizitë kaq e rëndësishme për të prishur një narrativ që nuk e ku ta kapësh. Dhe prandaj e theksoj edhe një herë, problemi i madh në këtë vend, krahas keqeverisjes dhe korrupsionit, është pikërisht kjo opozitë që nuk është e aftë të jetë alternativë, se një alternativë sa do qoftë modeste, do të ishte shumë e kollajt të përballej me një mazhorancë që ka 13 vite dhe vetë mazhoranca e së gjator do të thotë stërkonsumim. Përderisa nuk ka këtë alternativë Rama, do të vazhdojë stërkonsumohet. Pra nuk ishte nevojshme që të shkonte në Amerikë për të thyer ku diun opinionet e opozitarëve se ky nuk shkonte në Amerikë. Por ajo që mua më intereson në këtë debat është pesha që do ketë Bordi i Paqes. Kjo është e rëndësishme. Dhe sa ne si shtet na vënë në siklet në raport me Bashkimin Evropian. Këtu duhet parë. Kjo ndoshta është në havat e para, ndoshta ai bord mund mos funksionojë pasi Trumpi të mbyll mandatin e tij, mbyllet fare, ndoshta ky bord mund të jetë më i fuqishëm më vonë dhe ne jemi pozicionuar. Pra, politika jonë e jashtme që përfaqësohet nga Rama me apo pa dëshirën e parlamentit, sepse duhet të thënë atë Rama e bëri vetë atë hap, nuk pyeti njeri, siç rëndom në vende si puna jon, është e pozicionuar tashmë në këtë bord. A do ketë probleme për integrimin, do ta shohim se mund dalin europianët të thotë zotëri, ose te bordi ose te BE-ja. Pra, është shumë e vështirë për t'i bërë një lloj kërcënimi të kësaj natyre Shqipërisë. Ai zgjidhë Dogani. Ka qenë se ka drejt Denisi, Rama mburri vazhdimisht me idenë që politika jashtme e Shqipërisë është 100% është ai e linjëzuar me BE-n. Ka ndodhur 3 element kur Rama nuk është për para, është arrestimi Maduros, nëse Rama e sheh apo jo konform ligjeve ndërkombëtare. E dyta ka qenë Bordi i Paqes dhe e treta ka të bëjë me Grenlandën. Në Grenlandën, në rast se Rama i jeptet drejt apo jo, po themi, idesë presidentit Trump. Janë 3 çështje që ridimensionojnë. Edhe një çështje e katërt që është shumë e rëndësishme, sepse mbaj mend Ramën kur ka vizituar Izraelin, i ka mbetur qëndrimit europian që Shqipëria është për 2 shtete, tani në vizitën e fundit nuk e përmendi këto të 2 shteteve në rajon, pra këtu po ndryshon politika jonë e jashtme. Tani, se cila do t'jenë pasojat për mirë apo mund të sjellin dhe probleme, do t'i shohim. Por që ta shohim këtë red që po shkon në Amerikë për t'i thyer hundën Berishës me tjetë, kjo është diçka aq banale sa ata të shkretët s'kan as hund tani, se s'kan as 20-30% votave në... Apo do të na pyesësh për protestën e... Do kalojmë. Te protesta e... Denis, s'kemi kohë. Të falenderoj shumë që të pata. Gjoj, kënaqësi që të pata. Nësi, falenderoj. Avokat, si gjithmonë kënaqësi. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natë e mirë.